Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po lëviz në përhapësirë me një shpejtësi prej 220 km në sekond. Por nuk është vetëm toka që ju bart, është diçka tjetër. Diçka që nuk mund ta shihni, ta prekni apo ta matni drejt për drejt. Diçka që përbën 95% të gjithçkaje që ekziston. Ju jeni duke notuar në një oqean të padukshëm që mban galaktikat së bashku, që i jep formë vetë hapësirës dhe që mund të vendos fatin e çdo gjëje që ka ekzistuar ndonjëherë. Shkencëtarët e quajnë materie të errët dhe energji të errët, por emrat janë thjesht një rrëfim i bukur për ignorancën tonë, sepse ne nuk kemi asnjë ide se çfarë janë në të vërtetë. Imagjinoni që zgjoheni një mëngjes dhe zbuloni se jeni i verbër për 95% të realitetit, jo metaforikisht. Fjalë për fjalë. Çdo gjë që keni parë ndonjëherë, çdo yll në qiell, çdo galaktik që kemi fotografuar, çdo atom në trupin tuaj, përbën vetëm 5% të universit. 5%. Pjesa tjetër është atje, rreth jush, brenda jush, por plotësisht e padukshme. Kjo nuk është filozofi. Kjo është fizik. Dhe është zbulimi më i tmerrshëm dhe më i mahniqëm që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. Historia fillon në vitin 1933 në Kalifornia me një astronom zviceran të quajtur Fritz Zwicky. Ai ishte një njeri i çuditshëm, i njohur për temperamentin e tij të egër dhe për idetë që kolegët i quanin të çmendura. Por Zwicky kishte një talent të rrallë. Ai shikonte atje ku të tjerët nuk shikonin. Atë vit, ai po studionte një grumbull galaktikash të quajtur Coma Cluster, një koleksion prej më shumë se 1000 galaktikash të lidhura së bashku nga graviteti. Dhe ai vuri re diçka të çuditshme. Galaktikat po lviznin shumë shpejt. Shumë shpejt. Aq shpejt sa sipas llogarive të tij, ato duhet ishin shpërndar në hapësirë për miliarda vjet. Por ato ishin ende atje, të mbajtura së bashku nga një forcë e padukshme. Zwicky bëri llogarit përsëri dhe përsëri. Çdo herë rezultati ishte i njëjtë. Duhej të kishte diçka tjetër atje, diçka që nuk mund ta shihte, diçka që kishte masë, që ushtronte gravitet, por që nuk lëshonte dritë. Ai e quajti dunkle materie e errët. Kolegët e tij e injoruan për 40 vjet. Pastaj erdhi Vera Rubin. Në vitet 1970, kjo astronome amerikane po studionte rrotullimin e galaktikave spirale. Ajo matën shpejtësinë e yjeve në skaje të galaktikave dhe zbuloi diçka që nuk duhej të ishte e mundur. Yjet në periferi po lviznin me të njëjtën shpejtësi si ato pranë qendrës. Kjo shkelte çdo ligj të fizikës që ne njihnim. Imagjinoni një karusel. Nëse qëndroni në qendër, rrotulloheni ngadalë. Nëse qëndroni në skaj, rrotulloheni shumë më shpejt. Kjo është mënyra se si funksionon rrotullimi, por galaktikat nuk po silleshin kështu. Vera Rubin kaloi dekada duke matur qindra galaktika. Çdo herë e njëjta anomali. Çdo herë e njëjta përfundim i pamundur. Dohej të kishte mas shtesë atje, mas që ne nuk mund ta shikonim, që mbante yjet në vend dhe i detyronte ata të rrotulloheshin më shpejt se sa duhej. Dhe kjo mas nuk ishte pak. Ishte 6 herë më shumë se gjithçka që mund të shikonim. 6 herë më shumë se të gjithë yjet, të gjitha planetet, të gjitha galaktikat e dukshme. Komuniteti shkencor nuk mund ta injoronte më. Materia e errët ishte reale, por çfarë ishte ajo? Kjo pyetje ka munduar fizikanët për 50 vjet. Ne e dim se ajo është atje, sepse shohim efektet e saj. Galaktikat rrotullohen shumë shpejt. Grumbujt e galaktikave qëndrojnë së bashku. Drita nga galaktikat e largëta përkulet rreth masave të padukshme në një fenomen të quajtur lentila gravitacionale. Por ne nuk mund ta shohim vetë materien e errët. Ajo nuk ndërvepron me dritën, nuk thith foton. Nuk lëshon foton. Është plotësisht e padukshme për çdo teleskop që kemi ndërtuar ndonjëherë. Mendoni për këtë. Në këtë dhomë, në këtë moment, ka grimca të materies së errët që po kalojnë nëpër trupin tuaj. Miliona prej tyre. Çdo sekond. Ato kalojnë nëpër muret, nëpër tokë, nëpër planetin e tërë sikur të mos ishte atje. Ato nuk ndërveprojnë me atomet tuaja. Ato thjesht kalojnë. Dhe ne nuk kemi asnjë mënyrë për t'i ndaluar,
për t'i kapur, për t'i studiuar drejt për drejt. E vetmja gjë që mund të bëjmë është të shohim se si ato përkulin hapësirën rreth tyre me gravitetet e tyre. Fizikanët kanë propozuar vjetra teori. Disa thonë se materia e errët përbëhet nga grinca të reja, të panjohura, që ne i quajmë WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, grimca masive që ndërveprojnë dobët. Këto grinca do t'ishin të rënda, por do të kalonin nëpër materie normale pothuajse pa lënë gjurmë. Laborator nëntoksor në të gjithë botën po kërkojnë për to. Në miniera të thella në Dakota e Jugut, në tunele në Alpet italiane, në rezervuare gjigante të xenonit të lëngshëm. Deri më sot, asnjë nuk ka gjetur asgjë. Të tjerët besojnë se përgjigjja mund të jetë aksioni, një grincë hipotetike e propozuar për të zgjidhur një problem tjetër në fizik, por që mund të shpjegojë edhe materien e errët. Aksonët do t'ishin jashtëzakonisht të lehtë, miliarda herë më të lehtë se elektroni, por do të ekzistonin në numra aq të mëdhenj sa masa e tyre kolektive do të mund të shpjegonte gjithçka që shohim. Eksperimente si ADMX në Universitetin e Washingtonit po kërkojnë për këto grinca fantazm, duke përdorur kavitete magnetike për të kapur sinjalet e tyre të dobta, por ka edhe një mundësi më radikale. Ndoshta, materia e errët nuk ekziston fare. Ndoshta, ligjet tona të gravitetit janë të gabuara. Kjo teori quhet MOND, Modified Newtonian Dynamics, dinamika newtoniane e modifikuar. Ajo sugjeron se në shkallë shumë të mëdha, graviteti nuk sillet ashtu siç na ka mësuar Isaac Newtoni. Ndoshta në distanca galaktike, forca gravitacionale bëhet më e fortë se sa parashikon teoria jonë. Kjo do të shpjegonte pse galaktikat rrotullohen më shpejt pa pasur nevojë për masë shtesë të padukshme. Por MOND ka problemet e veta. Ajo nuk mund të shpjegojë të gjitha vëzhgjimet. Ajo nuk funksionon për grumbujt e galaktikave. Ajo nuk mund të shpjegojë strukturën e madhe të universit. Dhe më e rëndësishmja, ajo nuk mund të shpjegojë Cosmic Microwave Background, rrezatimin kozmik të sfondit, ekon e Big Bang që mbush gjithë hapësirën. Modelet tona të këtij rrezatimi përputhen perfekt me ekzistencën e materjes së errët. Pa të, gjithçka bie në copë, dhe pastaj është energjia e errët. Nëse materia e errët është e çuditshme, energjia e errët është e çmendur. Në vitin 1998, dy ekipe të pavarura të astronomëve po studionin supernova të largëta, shpërthime të yjeve që janë aq të ndritshme sa mund të shihen nga ana tjetër e universit. Ata po përdornin këto shpërthime si llamba standarde për të matur sa shpejt po zgjerohej universi. Dhe ata zbuluan diçka që askush nuk e kishte pritur. Universi nuk po ngadalsohej, ai po përshpejtohej. Kjo ishte e pamundur. Graviteti duhej të ngadalsonte zgjerimin. Çdo grimcë e materjes në univers po tërhiqte çdo grimcë tjetër, duke frenuar zgjerimin që kishte filluar me Big Bang. Por vëzhgjimet ishin të qarta. Galaktikat e largëta po largoheshin nga ne më shpejt dhe më shpejt. Diçka po shtyhte hapësirën, duke e zgjeruar atë kundër forcës së gravitetit. Diçka që shkencëtarët e quajtën energji e errët. Energjia e errët është edhe më misterioze se materia e errët. Ajo nuk është grinca, ajo nuk është fush në kuptimin tradicional. Ajo është një pronë e vetë hapësirës. Imagjinoni që çdo centimetër kub i hapësirës së zbrazët përmban një sasi të vogël energjie. Kjo energji nuk holohet kur hapësira zgjerohet. Për çdo metër kub të ri hapësire që krijohet edhe energji e re. Dhe kjo energji ka një pronë të çuditshme. Ajo ka presion negativ. Ajo nuk tërheq, ajo shtyn. Mendoni për një top me ajër. Kur e fryni, ajri brenda shtyn jashtë duke zgjeruar topin, por ajri holohet. Sa më shumë të zgjerohet topi, aq më pak presion ka brenda. Energjia e errët nuk sillet kështu. Ajo është sikur një top që sa më shumë të zgjerohet, aq më shumë presion krijon. Është një makinë e përjetshme e zgjerimit, dhe ajo përbën 68% të gjithçkaje që ekziston. Le të ndalemi këtu për një moment. Le të kuptojmë se çfarë po themi. 5% e universit është materie normale, atomet që përbëjnë yjet, planetët, ju dhe mua.
27% është materie e errët, diçka që nuk e kuptojmë, por të paktën e dim se sillet si materie. Dhe 68% është energji e errët, diçka që nuk e kuptojmë fare, që sfidon çdo intuit që kemi për mënyrën se si funksionon realiteti. Ne kemi hartografuar vetëm 5% të universit. 5%. Imagjinoni një hartograf që ka eksploruar vetëm 5% të tokës dhe pretendon se e kupton planetin. Imagjinoni një mjek që kupton vetëm 5% të trupit njerëzor dhe pretendon se mund t'ju shërojë. Kjo është gjendja e kozmologjisë moderne. Ne jemi fëmijë që po luajmë në errësirë, duke prekur forma që nuk mund t'i shohim, duke u përpjekur të kuptojmë një realitet që është pothuajse plotësisht i padukshëm për ne. Por ja ironia e çuditshme, edhe pse nuk mund ta shohim materien e errët dhe energjinë e errët, ne mund të shohim efektet e tyre me një precicion të mahnitshëm. Ne mund të hartografojmë shpërndarjen e materjes së errët në univers, duke studiuar se si drita përkulet rreth saj. Ne mund të masim saktësisht sa shpejt po përshpejton universi për shkak të energjisë së errët. Ne mund të simulojmë në kompjuter se si materia e errët ka formuar strukturën e madhe të universit, rrjetin kozmik të galaktikave që shtrihet nëpër miliarda vite drite. Këto simulime janë mahnitse. Kur shkencëtarët programojnë ligjet e gravitetit dhe shpërndarjen e materjes së errët në një kompjuter dhe e lënë simulimin të zhvillohet, ata shikojnë diçka të jashtëzakonshme. Materia e errët formon një rrjet gjigant, si një rrjet me rimangje kozmike. Në kryqëzimet e kësaj rrjete, ku fijeve të materjes së errët takohen, formohen galaktikat. Materia normale bie në këto gropa gravitacionale, kondensohet, ndizet dhe bëhet yje. Pa materien e errët, kjo strukturë nuk do të ekzistonte. Galaktikat nuk do të mund të formohen. Yjet nuk do të mund të lindin. Ne nuk do të ishim këtu. Kjo është pjesa më e çuditshme. Materia e errët nuk është thjesht një kuriozitet kozmik. Ajo është thelbësore për ekzistencën tonë. Pa të, universi do të ishte një supi holl i gazit që do të zgjerohej përgjithmonë pa formuar asnjë strukturë. Nuk do të kishte galaktika, nuk do të kishte yje, nuk do të kishte planete, nuk do të kishte jetë. Materia e errët është skeleti i padukshëm i universit, struktura që mban gjithçka së bashku, themeli mbi të cilin është ndërtuar gjithë realiteti i dukshëm. Dhe megjithatë, ne nuk kemi asnjë ide se çfarë është. Kjo nuk është një detaj i vogël që na mungon. Kjo është një boshllëk fundamental në kuptimin ton të realitetit. Imagjinoni që jeni duke ndërtuar një shtëpi dhe zbuloni se 95% e materialeve që po përdorni janë të padukshme dhe ju nuk e dini se çfarë janë. A do të besonit se e kuptoni se si funksionon shtëpia? A do të besonit se e dini nëse ajo do të qëndrojë apo do të rrëzohet? Kjo është gjendja e fizikës moderne. Ne kemi ekuacione të bukura, ne kemi teori elegante, ne mund të parashikojmë lëvizjen e planetëve me precizion të mahnitshëm, por 95% e përbërësve të universit janë një misteri plot për ne. Dhe kjo nuk është vetëm një problem akademik. Kjo është një pyetje ekzistenciale, sepse fati i universit varet nga natyra e energjisë së errët. Nëse energjia e errët mbetet konstante, universi do të vazhdojë të zgjerohet përgjithmonë, duke u bërë gjithnjë më i ftohtë, më i errët, më i vetmuar. Galaktikat do të largohen nga njëra tjetra aq shumë sa në fund çdo galaktik do të jetë e vetme në errësirën e saj, e paaft për të parë ndonjë tjetër. Yjet do të vdesin, vrima e zeza do të avullojnë, universi do të bëhet një hapësirë e ftohtë, e errët, pothuajse e zbrazët, ku asgjë nuk ndodh, ku asgjë nuk mund të ndodh, përgjithmonë. Por nëse energjia e errët po ndryshon, nëse ajo po bëhet më e fortë me kalimin e kohës, atëherë diçka edhe më dramatike mund të ndodhë. Universi mund të përfundojë në atë që fizikanët e quajnë Big Rip, grisja e madhe. Në këtë skenar, energjia e errët bëhet aq e fortë sa fillon të grisi gjithçka. Së pari, grumbujt e galaktikave do të shpërbëhen, pastaj galaktikat vet, pastaj sistemet diellore, pastaj planetët, pastaj atomet. Në fund, vet hapësira do të grisej në copë dhe universi do të përfundonte në një moment të vetëm, të dhunshëm, ku gjithçka që ekziston
do të shkatërrohej. Ose ndoshta energjia e errët do të dobësohet, ndoshta ajo do të zhduket plotësisht. Në këtë rast, graviteti do të fitonte. Zgjerimi i universit do të ngadalsohej, do të ndalonte dhe pastaj do të kthehej. Universi do të fillonte të kurrej, galaktikat do të fillonin të afrohen, temperatura do të rritej. Në fund, gjithçka do të rrëzohej përsëri në një pikë të vetme, të nxehtë, të dendur. Një Big Crunch që mund të jetë fillimi i një universi të ri. 3 përfundime të ndryshme për gjithçka që ekziston. Dhe ne nuk e dim se cili do të ndodh, sepse nuk e dim se çfarë është energjia e errët. Ne jemi si pasagjer në një anije që lundron nëpër një oqean të panjohur, pa harta, pa busull, pa asnjë ide se ku po shkon anija apo çfarë e pret në fund të udhëtimit. Por këtu është gjëja e mahniqme. Edhe pse nuk e dim se çfarë është materia e errët dhe energjia e errët, fakti që ne e dim se ato ekzistojnë është një triumf i shkencës. Mendoni për këtë. Ne kemi zbuluar se 95% e universit është i padukshëm. Jo duke e parë drejt për drejt, por duke vëzguar efektet e tij të vogla, të tërthorta. Ne kemi matur diçka që nuk mund të matim duke matur gjithçka tjetër dhe duke vënë re se diçka mungon. Kjo është fuqia e metodës shkencore. Kjo është arsyeja pse shkenca funksionon. Ne nuk kemi nevojë të shohim diçka drejt për drejt për të ditur se ajo ekziston. Ne mund ta dedukojmë ekzistencën e saj nga efektet që ajo lë pas. Ne mund ta masim atë indirekt. Ne mund ta studojmë atë edhe kur ajo është plotësisht e padukshme. Dhe kjo na jep shpresë. Sepse nëse ne mund të zbulojmë se 95% e universit është i padukshëm, atëherë ndoshta, me kohë, ne mund të zbulojmë edhe se çfarë është ai. Laboratorët po punonin, teleskopët po vëzgonin, teoricienët po llogaritën. Çdo vit ne mësojmë diçka të re. Çdo vit ne afrohemi pak më shumë në të kuptuarit e këtij misteri kozmik. Ndoshta përgjigja do të vijë nga një eksperiment nëntoksor që do të kap një grimc WIMP. Ndoshta do të vijë nga një teleskop i ri që do të hartografojë shpërndarjen e materies së errët me precizion të paprecedent. Ndoshta do të vijë nga një teori e re, një mënyrë krejtësisht e re e të menduarit për hapësirën, kohën dhe materien. Ose ndoshta përgjigja do të jetë diçka që ne as nuk mund ta imagjinojmë ende. Diçka aq e çuditshme, aq e papritur, sa do të na detyroje të rishkruajmë gjithçka që menduam se e dinim për universin. Historia e shkencës është plot me momente të tilla. Momente kur një zbulim i vetëm ka ndryshuar gjithçka. Kur Galileo Galilei drejtoi teleskopin e tij drejt qiellit dhe pa hënat e Jupiterit, ai kuptoi se toka nuk ishte qendra e universit. Kur Albert Einstein shkroi ekuacionet e relativitetit të përgjithshëm, ai kuptoi se hapësira dhe koha nuk ishin absolute, por të përkullshme dhe dinamike. Ndoshta ne jemi në prag të një zbulimi të tillë tani. Ndoshta brezi i ardhshëm i fizikanëve do të shikoj prapa dhe do të habitet se si ne mund të ishim aq të verbër. Ose ndoshta misteri i materies së errët dhe energjisë së errët do të mbetet i pasgjidhur për shekuj. Ndoshta kjo është një pyetje që njerëzimi nuk është ende gati ta përgjigjet. Ndoshta ne kemi nevojë për teknologji që ende nuk i kemi shpikur, për koncepte që ende nuk i kemi imagjinuar, për një mënyrë krejtësisht të re të menduarit për realitetin. Por një gjë është e sigurt. Universi është shumë më i çuditshëm, shumë më misteros, shumë më i mahniqëm se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Ne jemi duke jetuar në një kohë kur shkenca na ka treguar se sa pak e dim, dhe kjo nuk është një dështim. Kjo është një mundësi. Sepse çdo mister i pasgjidhur është një ftesë për të eksploruar. Çdo pyetje pa përgjigje është një rrugë e re për të ndjekur. Çdo boshllëk në njohuritë tona është një hapësirë ku mund të zbulohen gjëra të reja, të mrekullueshme. Ne jemi duke jetuar në një univers ku 95% e gjithçkaje është e padukshme. Ku ligjet që qeverisin realitetin janë më të çuditshme se çdo fantazi. Ku fati i gjithçkaje që ekziston varet nga forca që ne as nuk mund t'i shohim. Dhe megjithatë, ne vazhdojmë të kërkojmë. Ne vazhdojmë të pyesim. Ne vazhdojmë të shpresojmë se një ditë
ne do të kuptojmë. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz, jo aftësia për të parë, por aftësia për të kërkuar atë që nuk mund të shohim. Jo dituria që kemi, por pyetjet që bëjmë. Jo siguria, por guximi për të përballuar misterin dhe për të thënë, unë nuk e di, por unë do të zbuloj. Në thellësitë e një miniere të braktisur në Dakota e Jugut, 1450 metra nën sipërfaqen e tokës, në errësirë absolute, qëndron një nga eksperimentet më të çuditshme që njerëzimi ka ndërtuar ndonjëherë. Është një rezervuar që përmban 10 ton xenon të lëngshëm, të rrethuar nga mijëra sensor, të mbrojtur nga miliarda ton shkëmbinjsh. Emri i tij është Lux Zeppelin, dhe ai po pret. Po pret që një grimce vetme e materjes së errët të kalojë nëpër të dhe të lërë një sinjal të vogël, pothuajse të padukshëm. Një shkëndij drite që do të provonte se 95% e universit nuk është thjesht një teori, por realitet fizik. Por ja problemi. Ky eksperiment ka qenë duke pritur për vite dhe nuk ka kapur asgjë. Asnjë grimc, asnjë sinjal, asgjë. Dhe nuk është i vetmi. Në Itali, nën malin Gran Sasso, eksperimenti Xenon 1T përdor një rezervuar edhe më të madh. 3 tonë gjysmë Xenon, i ftohur në -95 gradë Celsius, duke pritur në errësirë. Në Kanada, eksperimenti Pico përdor një qasje krejtësisht të ndryshme, një rezervuar me lëng në presion që do të krijonte fluska të vogla nëse një grimcë e materjes së errët do të godiste një molekul. Në Kinë, në Japoni, në Angli, 10 laborator, qindra shkencëtar, miliarda dollar të investuar. Dhe asnjë zbulimi drejt për drejt. Kjo nuk është dështim, kjo është diçka më e thellë. Çdo eksperiment që nuk gjen asgjë, na tregon diçka të rëndësishme. Ai na tregon se materia e errët, nëse ekziston në formën që ne mendojmë, ndërvepron me materjen normale edhe më rrallë se sa kishim imagjinuar. Çdo eksperiment vendos kufi të rinj, çdo rezultat negativ zvoglon hapësirën ku materia e errët mund të fshihet. Ne po ngushtojmë mundësitë, po eliminojmë teoritë e gabuara, po afrohemi në të vërtetën duke përjashtuar gjithçka që nuk është e vërtetë. Mendoni për shkallën e këtij sfidimi. Çdo sekond, miliarda grimca të materjes së errët po kalojnë nëpër trupin tuaj, por ato nuk ndërveprojnë me atomet tuaja. Ato kalojnë nëpër elektronet, nëpër protonet, nëpër neutronet, sikur ato të mos ekzistonin. Probabiliteti që një grimce vetme e materjes së errët të godas një atom të vetëm në trupin tuaj gjatë gjithë jetës suaj është pothuajse 0. Pothuajse, por jo plotësisht. Dhe kjo është shpresa. Sepse nëse ke mjaft atome, nëse pret mjaft kohë, nëse eliminon çdo burim tjetër të zhurmës, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, do të kapësh një ndërveprim të vetëm. Kjo është arsyeja pse këto eksperimente janë nën tokë. Rrezet kozmike, grimca me energji të lartë nga hapësira, godasin tokën vazhdimisht. Ato krijojnë një shi të vazhdueshëm të grimcave që do të mbushte çdo detektor me sinjale të rreme. Por në 1450 metra shkëmb, shumica e këtyre rrezeve filtrohen. Vetëm grimcat më depërtuese mund të arrijnë aq thellë. Dhe materia e errët, nëse ekziston, është grimca më depërtuese që mund të imagjinojmë. Ajo do të kalonte nëpër shkëmbinj sikur ata të ishin ajër. Por edhe nën tokë ka zhurmë, radioaktiviteti natyror në shkëmbinj, grimca kozmike që ende arrin të depërtojnë, madje edhe radioaktiviteti në vetë materialet e detektorit. Çdo atom i uranit, çdo atom i toriumit, çdo izotop radioaktiv mund të krijojë një sinjal që imiton materjen e errët. Prandaj shkencëtarët përdorin materialet më të pastra që njerëzimi ka prodhuar ndonjëherë. Xenon i rafinuar 10 herë, celik i shkrir para luftës së dytë botërore, para se testet bërthamore të ndotnin atmosferën me radioaktivitet, bakër i pastruar me procese kimike që eliminojnë çdo papastërti në nivelin e atomeve individuale. Dhe megjithatë, asgjë. Vitet kalojnë, detektorët bëhen më të mëdhenj, më të ndjeshëm, më të sofistikuar, dhe ende asnjë sinjal i qartë i materjes së errët. Kjo ka detyruar disa fizikanë të mendojnë ndryshe. Ndoshta ne po kërkojmë për grimcën e gabuar.
Ndoshta wimpet, ato grinca masive që ndërveprojnë dobët, nuk janë përgjigja. Ndoshta materia e errët është diçka krejtësisht tjetër. Hyni në botën e aksonëve. Këto grinca hipotetike janë aq të vogla, aq të lehta, sa 1 miliard akson do të kishin masën e një elektroni të vetëm. Por nëse ato ekzistojnë, ato do të ishin kaq të shumta sa do të mbushnin gjithë hapësirën, si një oqean i padukshëm. Dhe ndryshe nga wimpet, aksonët mund të kenë një pronë të veçantë. Në prani të një fushe magnetike të fortë, ata mund të konvertohen në fotone, grimca drite që ne mund të detektojmë. Eksperimenti ADMX në Universitetin e Washingtonit po shfrytëzon këtë pronë. Ai përdor një kavite të rezonues, një kuti metalike e mbushur me një fushë magnetike jashtëzakonisht të fortë. Nëse aksonët kalojnë nëpër këtë kavitet, disa prej tyre do të konvertohen në fotone me një frekuencë specifike. Eksperimenti po skanon nëpër frekuenca të ndryshme, duke kërkuar një sinjal që do të tregonte praninë e aksonëve. Është si të kërkosh për një stacion radioje në një radio të vjetër, duke rrotulluar butonat ngadalë, duke dëgjuar për një sinjal në mes të zhurmës statike. Por edhe këtu, sfida është e jashtëzakonshme. Ka miliarda frekuenca të mundshme. Çdo frekuencë korespondon me një masë të ndryshme të mundshme të aksonit, dhe ne nuk e dim se cilën masë kanë aksonët, nëse ata ekzistojnë fare. Prandaj ADMX duhet të skanojnë ngadalë, me durim, duke kaluar vite për të mbuduar vetëm një pjesë të vogël të spektrit të mundshëm. Është si të kërkosh për një gjilpër në një kasht kur nuk e di nëse gjilpra ekziston, nëse ajo është në kasht apo nëse ajo është në një kasht tjetër në një vend tjetër. Dhe pastaj ka qasje edhe më egzotike. Disa fizikan po kërkojnë për akson duke vëzguar yjet. Nëse aksonët ekzistojnë, ata do të prodhohen në brendësi të yjeve, ku temperaturat dhe presionet janë të jashtëzakonshme. Këto akson do të largoheshin nga ylli duke marrë me vete energji. Kjo do të ndikonte në mënyrën se si yjet evoluojnë, sa kohë jetojnë, si shndrisin. Duke studiuar yjet me kujdes, ne mund të vendosim kufi për sa akson mund të ekzistojnë. Një nga vendet më premtuese për të kërkuar është dielli ynë. Nëse aksonët prodhohen në bërthamën e diellit, ata do të udhtonin drejt në hapësirë. Disa prej tyre do të kalonin nëpër tokë, dhe nëse ne mund të vendosim një detektor që konverton aksonët përsëri në fotone, ne mund t'i shohim ata. Eksperimenti CAST në CERN po bën pikërisht këtë. Ai përdor një magnet të vjetër nga një përshpejtues grimkash të orientuar drejt diellit, duke kërkuar për fotone që do të tregonin se aksonët po konvertohen. Por edhe pas vitesh kërkimi, asnjë zbulim i qartë. Çdo eksperiment zvoglon mundësitë, por asnjë nuk ka gjetur provën përfundimtare. Dhe kjo na sjell në një pyetje më të thellë. Çfarë nëse ne po kërkojmë në mënyrën e gabuar? Çfarë nëse materia e errët nuk është një grimcë e re, por diçka më fundamentale? Ka një ide radikale që po fiton terren në vitet e fundit. Ajo quhet materie e errët e nxehtë, kundrejt materies së errët së ftohtë. Deri tani, shumica e teorive kanë supozuar se materia e errët është e ftohtë, domethënë grimcat e saj lëvizin ngadalë në krahasim me shpejtësinë e dritës. Kjo është arsyeja pse ajo mund të grumbullohet dhe të formojë strukturat që shohim: galaktikat, grumbujt e galaktikave, rrjetin kozmik. Por çfarë nëse një pjesë e materies së errët është e nxehtë, grimca që lëvizin pothuajse me shpejtësinë e dritës? Neutrinot janë kandidat natyror për materien e errët të nxehtë. Këto grimca fantazm prodhohen në miliarda në çdo sekondë në diell, në yje, në shpërthimet e supernovave. Ato kalojnë nëpër materien normale pothuajse pa ndërveprim. Çdo sekondë, rreth 65 miliard neutrin nga dielli kalojnë nëpër çdo centimetër katror të trupit tuaj. Ju nuk i ndjeni, ata thjesht kalojnë. Por neutrinot kanë një problem. Ata janë shumë të lehtë. Aq të lehtë sa për dekada fizikanët mendonin se ata nuk kishin masë fare. Tani e dim se ata kanë masë. Por ajo është aq e vogël sa edhe nëse do të mblidhnim të gjithë neutrinot në univers, ata do të përbënin vetëm një pjesë të vogël të materies së errët që ne vëzgojmë. Jo mjaft për të shpjeguar gjithçka. Por neutrinot na kanë mësuar diçka të rëndësishme.
Ata na kanë treguar se grincat mund të ekzistojnë në gjendje të ndryshme, të quajtura aroma. Ka 3 lloje neutrinosh: neutrino elektronik, neutrino muonik dhe neutrino tauonik. Dhe këto neutrin mund të ndryshojnë nga njëri lloj në tjetrin ndërsa udhtojnë nëpër hapësirë, një fenomen i quajtur oscilim i neutrinove. Kjo ishte një zbulim revolucionar që fitoi çmimin Nobel në vitin 2015. Çfarë nëse materia e errët sillet në mënyrë të ngjashme? Çfarë nëse ka lloje të ndryshme të materjes së errët që mund të transformohen nga njëra në tjetrën? Çfarë nëse disa prej këtyre llojeve ndërveprojnë me materjen normale në mënyra që ne ende nuk i kemi zbuluar? Kjo do të shpjegonte pse eksperimentet tona nuk kanë gjetur asgjë. Ne mund të jemi duke kërkuar për llojin e gabuar të ndërveprimit. Dhe pastaj ka një mundësi edhe më radikale. Çfarë nëse materia e errët nuk është grinca fare, por një fushë? Në fizikën moderne, çdo grincë është në të vërtetë një eksitim i një fushë. Elektroni është një eksitim i fushës elektronike. Fotoni është një eksitim i fushës elektromagnetike. Çfarë nëse ka një fushë të re, një fushë të materjes së errët që mbush gjithë hapësirën? Kjo fushë nuk do të ishte bërë nga grinca, ajo do të ishte diçka më fundamentale, një pronë e vetë hapësirës. Kjo ide na çon në territorin e teorisë së vargut dhe dimensioneve shtesë. Sipas disa teorive, universi ynë mund të jetë një membran 4-dimensionale që noton në një hapësirë me më shumë dimensione. Materia normale do të ishte e kufizuar në membranën tonë, por graviteti dhe ndoshta materia e errët mund të udhtojë nëpër dimensionet shtesë. Kjo do të shpjegonte pse materia e errët ndërvepron vetëm gravitacionalisht, sepse ajo nuk është në të vërtetë në dimensionet tona. Por këto janë spekulime, teori të bukura, matematikisht elegante, por pa prova eksperimentale. Dhe kjo është frustrimi i madh i fizikës moderne. Ne kemi dhjetra teori që mund të shpjegojnë materjen e errët. Çdo teori bën parashikime të ndryshme, por ne nuk kemi mënyrën për t'i testuar ato drejt për drejt. Ne jemi si detektiv që po përpiqen të zgjidhin një krim pa asnjë dëshmi fizike. Vetëm efekte indirekte, gjurmë të lëna pas, hije në errësirë. Dhe pastaj është energjia e errët. Nëse materia e errët është e vështirë për të studiuar, energjia e errët është pothuajse e pamundur. Sepse energjia e errët nuk është një grimcë, ajo nuk është një fushë në kuptimin tradicional. Ajo është një pronë e vetë hapësirës së zbrazët. Çdo metër kub i hapësirës përmban një sasi të vogël energjie. Dhe kjo energji ka një efekt të çuditshëm. Ajo bën që hapësira të zgjerohet më shpejt. Për ta kuptuar këtë, le të bëjmë një eksperiment mendor. Imagjinoni një kuti të zbrazët në hapësirë, plotësisht e zbrazët, asnjë atom, asnjë grimcë, asgjë. Sipas fizikës klasike, kjo kuti nuk do të kishte energji, por sipas mekanikës kuantike, edhe hapësira e zbrazët nuk është vërtet e zbrazët. Ajo është plot me fluktuime kuantike, grinca virtuale që shfaqen dhe zhduken në qaste të shkurtra kohore. Këto fluktuime krijojnë një energji të quajtur energji e vakumit. Tani, ja pjesa e çuditshme. Kur hapësira zgjerohet, krijohet hapësirë e re, dhe kjo hapësirë e re sjell me vete energji të re të vakumit. Energjia nuk hollohet, ajo mbetet konstante për çdo metër kub. Kjo do të thotë se sa më shumë të zgjerohet universi, aq më shumë energji totale krijohet, dhe kjo energji shtesë bën që universi të zgjerohet edhe më shpejt. Është një cikël që përforcon vetveten, një makinë e përjetshme e zgjerimit. Por ja problemi. Kur fizikanët përpiqen të llogaritsin sa energji vakumi duhet të ketë hapësira, ata marrin një përgjigje që është gabim me një faktor prej 1 me 120 zero pas tij. Kjo është gabimi më i madh në historinë e shkencës. Teoria parashikon një vlerë, vëzhgimet tregojnë një vlerë tjetër, dhe diferenca është aq e madhe sa është pothuajse e pabesueshme. Kjo quhet problemi i konstantës kozmologjike dhe është një nga misteret më të thella në fizikë. Pse energjia e vakumit është aq e vogël? Pse nuk është zero? Pse nuk është shumë më e madhe? Çdo përgjigje që kemi propozuar ngre pyetje të reja, më të thella.
Disa fizikanë besojnë se përgjigja qëndron në atë që quhet principi antropik. Kjo ide thotë se universi duhet të ketë vetit që ka, sepse nëse do të kishte veti të ndryshme, ne nuk do të ishim këtu për ta vëzhguar atë. Nëse energjia e errët do të ishte shumë më e madhe, universi do të zgjerohej aq shpejt sa galaktikat nuk do të mund të formohen. Nëse do të ishte negative, universi do të ishte të kurrur përsëri, para se yjet të mund të lindin. Ne ekzistojmë në një univers me energji të errët pikërisht të duhur, sepse vetëm një univers i tillë mund të prodhojë jetë inteligjente. Por kjo përgjigje nuk kënaq shumë shkencëtar. Ajo duket si një dorëzim, sikur të themi gjërat janë ashtu siç janë, sepse nëse nuk do të ishin, ne nuk do të ishim këtu për të bërë pyetjen. Kjo nuk shpjegon asgjë. Ajo thjesht risikon pyetjen. Të tjerët propozojnë një ide edhe më radikale, multiversi. Ndoshta universi ynë është vetëm një nga një numër i pafund universish, secili me veti të ndryshme. Në disa universe, energjia e errët është shumë e madhe. Në të tjerë, ajo është negative. Në shumicën e tyre, kushtet nuk janë të përshtatshme për jetën, por në një numër të vogël universish, duke përfshirë tonin, kushtet janë pikërisht të duhura. Ne jemi në një nga universit me fat. Jo sepse universi ynë është i veçantë, por sepse vetëm në universe të tilla mund të ekzistojë jeta për të bërë pyetjen. Kjo ide e multiversit është kontroverse. Disa e shohin si shkencë të vërtet, një pasojë domosdoshme e teorive tona më të mira. Të tjerët e shohin si metafizik, një ide që nuk mund të testohet, që nuk mund të provohet apo të hidhet poshtë dhe prandaj nuk është shkencë fare. Debati vazhdon, dhe ndërsa ai vazhdon, universi vazhdon të zgjerohet, i shtyrë nga një forcë që ne as nuk e kuptojmë. Por ka një mënyrë për të studiuar energjinë e errët indirekt, duke matur se sa shpejt po zgjerohet universi në momente të ndryshme të historisë së tij. Nëse energjia e errët është konstante, zgjerimi do të përshpejtohet me një ritëm të caktuar. Nëse ajo po ndryshon, ritmi do të jetë i ndryshëm. Duke vëzhguar supernova të largëta, duke matur zhvendosjen e kuqe të galaktikave, duke studiuar rrezatimin kozmik të sfondit, ne mund të ndërtojmë një histori të zgjerimit të universit. Dhe kjo histori na tregon diçka të mahniqme. Për miliarda vjet pas Big Bang, zgjerimi i universit po ngadalsohej, ashtu siç pritej. Graviteti po tërhiqte gjithçka prapa. Por rreth 4 miliard vjet më parë, diçka ndryshoi. Zgjerimi filloi të përshpejtohet. Energjia e errët, e cila kishte qenë gjithmonë atje, filloi të dominojë. Dhe që atëherë, universi ka qenë duke u zgjeruar gjithnjë më shpejt. Kjo do të thotë se ne jetojmë në një moment të veçantë në historinë kozmike. Një moment kur materia dhe energjia e errët janë afërsisht të barabarta në rëndësi. Në të kaluarën e largët, materia dominonte. Në të ardhmen e largët, energjia e errët do të dominojë plotësisht. Ne jemi në tranzicion. Dhe kjo ngre një pyetje tjetër shqetësuese. Pse tani? Pse ne shtojmë pikërisht në momentin kur këto dy forca janë të balancuara? A është kjo thjesht një rastësi, apo ka diçka më të thellë në punë? Disa shkencëtarë propozojnë se energjia e errët nuk është konstante. Ndoshta ajo po ndryshon me kalimin e kohës. Ndoshta ajo është një fushë dinamike e quajtur quintessence, që evoluon ndërsa universi zgjerohet. Nëse kjo është e vërtet, atëherë duke matur se si po ndryshon energjia e errët, ne mund të parashikojmë fatin e universit me më shumë saktësi. Për ta bërë këtë, shkencëtarët po ndërtojnë teleskop të rinj, më të fuqishëm. Teleskopi hapësinor James Webb, i lëshuar në vitin 2021, po vëzhgon galaktikat më të largëta që kemi parë ndonjëherë. Galaktika që ekzistonin kur universi ishte vetëm disa 100 milion vjet i vjetër. Duke studiuar këto galaktika, ne mund të mësojmë se si po zgjerohej universi në të kaluarën e largët. Teleskopi hapësinor Nancy Grace Roman, i planifikuar për t'u lëshuar në fund të kësaj dekade, do të jetë edhe më i fuqishëm. Ai do të hartografojë qindra milion galaktika, duke matur distancat dhe shpejtësitë e tyre me precizion të paprecedent. Ai do të kërkojë për ndryshime të vogla në mënyrën se si po përshpejton zgjerimi. Ndryshime që do të tregonin nëse energjia e errët po evoluon. Dhe në tokë, teleskop gjigant po ndërtohen. Teleskopi shumë i madh, Vera C. Rubin, në Kili, do të fotografojë gjithë qiellin e dukshëm çdo disa net,
duke krijuar një film të universit në zhvillim. Ai do të zbuloj miliona supernova, do të gjurmoj lëvizjen e miliarda galaktikave, do të hartografoj shpërndarjen e materjes së errët me detaje të pabesueshme. Por edhe me të gjitha këto instrumente, ne mund të mos gjejmë përgjigjen, sepse materia e errët dhe energjia e errët mund të jenë thjesht fillimi. Ato mund të jenë simptoma të diçkaje edhe më të thellë, një boshllëk fundamental në kuptimin tonë të realitetit. Disa fizikanë besojnë se problemi qëndron në vetë teorinë tonë të gravitetit. Relativiteti i përgjithshëm i Einsteinit ka funksionuar me një saktësi të mahniqme për më shumë se një shekull. Ai ka parashikuar ekzistencën e vrimave të zeza, valët gravitacionale, përkuljen e dritës rreth masave të mëdha. Çdo parashikim është konfirmuar nga vëzhgimet. Por ndoshta në shkallë shumë të mëdha, shkallën e galaktikave dhe të universit, graviteti nuk sillet ashtu siç na ka mësuar Einsteini. Kjo ide quhet gravitet i modifikuar. Ka vjetra versione të saj, por të gjitha ndajnë një ide qendrore. Në distanca shumë të mëdha, forca gravitacionale bëhet më e fortë se sa parashikon relativiteti i përgjithshëm. Kjo do të shpjegonte pse galaktikat rrotullohen më shpejt se sa duhet, pse grumbujt e galaktikave qëndrojnë së bashku, pse universi ka strukturën që ka, të gjitha pa pasur nevojë për materjen e errët. Por graviteti i modifikuar ka problemet e veta. Ai nuk mund të shpjegojë të gjitha vëzhgimet. Ai nuk funksionon për rrezatimin kozmik të sfondit. Ai nuk mund të shpjegojë se si u formua struktura e madhe e universit. Dhe më e rëndësishmja, ai nuk mund të shpjegojë një nga vëzhgimet më dramatike që kemi bërë ndonjëherë. Përplasjen e grumbullit të galaktikave të quajtur bullet cluster. Në vitin 2006, astronomët vëzhguan diçka të jashtëzakonshme. 2 grumbuj galaktikash kishin përplasur me njëri tjetrin me një shpejtësi prej miliona kilometra në orë. Kur ata u përplasën, gazi i ngzeht në grumbuj, që përbën shumicën e materjes së dukshme, u ngadalsua dhe u ndalua nga fërkimi. Por diçka tjetër kaloi drejt në përplasje pa u ngadalsuar fare. Diçka e padukshme. Diçka që ndërvepronte vetëm gravitacionalisht. Duke përdorur lentila gravitacionale, përkuljen e dritës rreth masave të mëdha, shkencëtarët hartografuan se ku ishte masa në këto grumbuj, dhe ata zbuluan se masa nuk ishte ku ishte gazi. Ajo ishte më përpara, ku galaktikat kishin kaluar. Kjo ishte prova më e drejt për drejt që kemi për ekzistencën e materjes së errët. Diçka e padukshme kishte kaluar në përplasje, duke mos ndërvepruar me asgjë përveç gravitetit. Graviteti i modifikuar nuk mund ta shpjegojë këtë. Nëse nuk ka materje e errët, atëherë masa duhet të jetë ku është materja e dukshme. Por vëzhgimet tregojnë qartë se kjo nuk është e vërtetë. Bullet cluster është një nga argumentet më të forta që materja e errët është reale, jo thjesht një efekt i gravitetit të modifikuar, por një substancë fizike që ekziston në univers. Dhe megjithatë, misteri vazhdon. Sepse edhe nëse materja e errët është reale, ne ende nuk e dim se çfarë është. Edhe nëse energjia e errët ekziston, ne ende nuk e kuptojmë natyrën e saj. Ne jemi si njerëz të verbër që po përpiqen të përshkruajnë një elefant duke prekur pjesë të ndryshme të tij. Njeri prek këmbën dhe thot, është si një pemë. Tjetri prek brishtin dhe thot, është si një litar. Një tjetër prek veshkën dhe thot, është si një ventilator. Të gjithë kanë të drejtë për pjesën që prekin, por asnjë nuk e sheh tërsinë. Ne jemi duke prekur pjesë të ndryshme të një realiteti që është shumë më i madh, shumë më kompleks se sa mund të imagjinojmë. Çdo eksperiment na jep një copë të vogël të enigmës. Çdo vëzhgim na tregon diçka të re, por enigma e plot mbetet e fshehur. Dhe ndoshta kjo është mënyra se si duhet të jetë. Ndoshta universi nuk është diçka që mund të kuptohet plotësisht në një moment të vetëm, nga një qenie e vetme, me një perspektivë të kufizuar. Ndoshta kuptimi vjen ngadalë, cop për cop, brez pas brezi. Çdo zbulim hap dyert për pyetje të reja. Çdo përgjigje zbulon mistere më të thella. Dhe në këtë proces të pafund të zbulimit, ne jo vetëm që mësojmë për universin, ne mësojmë për veten tonë, për kufitë e njohurive tona, për fuqinë e kurreshtjes sonë, për guximin ton për të përballuar të panjohurën dhe për të thënë, unë nuk e di, por unë
do të zbuloj. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të ditur gjithçka, por aftësia për të pranuar se ka gjëra që nuk i dim. Jo siguria, por guximi për të jetuar me pasiguri. Jo përgjigjet, por pyetjet që na shtyjnë përpara, që na bëjnë të kërkojmë, të eksplorojmë, të zbulojmë. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë kërkim, universi vazhdon të zgjerohet. Galaktikat largohen, hapësira rritet, energjia e errët shtyn gjithçka më larg, dhe ne, krijesat e vogla në një planet të vogël, rreth një yli të zakonshëm në një galaktik të zakonshme, vazhdojmë të shikojmë lart, të pyesim, të mrekullohemi, sepse edhe nëse ne jemi të vegjël, edhe nëse ne jemi të kufizuar, edhe nëse ne kuptojmë vetëm 5% të realitetit, ne ende mund të pyesim. Dhe në atë pyetje qëndron gjithë dinjiteti, gjithë bukuria, gjithë shpresa e qenies njerëzore. Në fillim ishte asgjë. Pastaj, në një moment të vetëm, trilionetin e një sekonde pas asgjës, ishte gjithçka. Të gjitha galaktikat që do të ekzistonin ndonjëherë, të gjithë yjet që do të ndritnin, të gjithë atomet që do të formonin planet dhe njerëz dhe mendime. Të gjitha ishin të ngjeshura në një pikë më të vogël se një atom. Dhe pastaj, në një shpërthim që nuk ishte shpërthim, sepse nuk ishte hapësirë për të shpërthyer brenda, universi filloi të zgjerohet. Por ja gjëja e çuditshme, në ato momente të para, në atë kaos të papërshkrueshëm të energjisë dhe materjes që lindnin dhe vdisnin në qaste, diçka tjetër po krijohej, diçka që nuk ndërvepronte me dritën, diçka që nuk ndjente forcën elektromagnetike, diçka që thjesht ishte. Materia e errët. Dhe ajo nuk ishte një detaj i vogël, që në ato momente të para ajo përbënte 5 herë më shumë masë se materia normale, 5 herë më shumë se gjithçka që do të bëhej yje, planete, ne. Mendoni për këtë. Kur universi ishte vetëm një sekond i vjetër, një sekonde vetme, fati i gjithçkaje që do të ndoste për 38 miliard vjet të ardhshme, tashmë ishte vendosur. Raporti midis materjes së errët dhe materjes normale tashmë ishte përcaktuar. Nëse ky raport do të ishte pak më i ndryshëm, vetëm pak, universi që ne njohim nuk do të ekzistonte. Nëse do të kishte shumë pak materie e errët, graviteti nuk do të ishte mjaft i fortë për të formuar galaktika. Nëse do të kishte shumë, gjithçka do të ishte të kurrur në vrima të zeza, para se yjet të mund të lindin. Por raporti ishte pikërisht i duhur, dhe kjo nuk është një rastësi e thjeshtë. Kjo është një nga enigmat më të thella të kozmologjisë. Pse materia e errët dhe materia normale u krijuan në këtë raport specifik? Çfarë përcaktoi këtë balancë delikate? Ne nuk e dim. Por ne e dim se pa të, ne nuk do të ishim këtu për të bërë pyetjen. Le të udhtojmë përpara, në kohë. 380.000 vjet pas Big Bang. Universi është ende i ngjehtë, rreth 3000 gradë Celsius, por mjaft i ftohtë që elektronet dhe protonet të kombinohen për të formuar atomet e para të hidrogjenit. Në këtë moment, diçka e jashtëzakonshme ndodh. Drita, e cila deri tani ka qenë bllokuar nga një sup i dendur i grincave të ngarkuar, papritur bëhet e lirë. Universi bëhet transparent. Dhe kjo dritë, e shtrirë dhe e ftohur nga miliarda vjet zgjerimi, është ajo që ne shohim sot si rrezatimi kozmik i sfondit. Por kur shkencëtarët studiojnë këtë rrezatim me kujdes, ata shohin diçka të habitshme. Ai nuk është plotësisht uniform. Ka fluktuime të vogla, rajone që janë pak më të nxehta, rajone që janë pak më të ftohta. Këto fluktuime janë të vogla, vetëm një pjesë në 100.000, por ato janë thelbësore, sepse këto janë farat e gjithçkaje që do të vijë. Këto janë vendet ku materia e errët tashmë kishte filluar të grumbullohet duke tërhequr materien normale me të. Imagjinoni një oqean të qetë me valë të vogla në sipërfaqe. Këto valë janë aq të vogla sa mezi mund t'i shihni, por me kalimin e kohës ato rriten. Graviteti i materjes së errët i bën ato më të thella. Materia normale bie në këto gropa. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, këto fluktuime të vogla bëhen struktura gjigante, grumbuj të galaktikave, supergrumbuj,
rjeti kozmik që shtrihet në për qindra milion vite drite. Por ja gjëja që duhet të kuptoni. Pa materjen e errët, kjo nuk do të ndodhte. Materia normale, atomet e hidrogenit dhe heliumit që mbushnin universin e hershëm, ishte shumë e nxehtë, shumë energjike. Ajo po lvizte shumë shpejt. Presioni i rrezatimit po e shtyhte atë në të gjitha drejtimet. Nëse do të ishte vetëm materia normale, këto fluktuime të vogla do të ishin zhdukur. Presioni do t'i kishte sheshuar ato. Universi do të kishte mbetur një sup uniform i gazit që do të zgjerohej përgjithmonë pa formuar asnjë strukturë. Por materia e errët ishte ndryshme. Ajo nuk ndjente presionin e rrezatimit, ajo nuk ndërvepronte me fotonët, ajo thjesht binte, tërhiqej nga graviteti i saj. Dhe ndërsa ajo grumbullohej, ajo krijonte gropa gravitacionale, rajone ku hapësira ishte pak më e përkullur, ku graviteti ishte pak më i fortë. Dhe në këto gropa, materia normale filloi të binte. Mendoni për këtë si një skel të padukshëm. Materia e errët formoi strukturën. Ajo krijoi kornizën. Dhe materia normale, atomet që do të bëheshin yje dhe planete dhe ne, thjesht ndoqi. Ajo ra në vendet ku materia e errët tashmë kishte krijuar gropa gravitacionale. Ajo u kondensua, u nxe dhe në fund u ndez. Le të shkojmë më shpejt përpara. 1 miliard vjet pas Big Bang. Universi është ende i ri, ende i egër. Galaktikat e para po formohen, jo galaktikat të mëdha, spirale elegante si rruga e qumështit, por galaktika të vogla, kaotike, plot me yje të rinj, të ndezur. Këto galaktika janë të zhytura në halo gjigante të materjes së errët, struktura sferike që shtrihen shumë më larg se yjet e dukshëm. Dhe këto halo nuk janë statike. Ato po rriten, po përthithin materje të errët nga rrethinat, po përplasen me halo të tjera. Çdo herë që 2 halo përplasen, ato bashkohen, duke formuar një halo më të madh. Dhe në qendër të këtij halo, galaktikat bashkohen gjithashtu. Yjet përzihen, gazi përplaset. Vrimat të zeza në qendrat e galaktikave gëlltiten materie dhe lëshojnë rreze energjie që ndriçojnë gjithë rajonin. Kjo është mënyra se si rriten galaktikat, jo ngadalë, qetësisht, por përmes një seri përplasjesh dhe bashkimesh të dhunshme. Rruga e qumështit, galaktika jon, ka gëlltitur 10 galaktika më të vogla gjatë historisë së saj, dhe ajo është ende duke e bërë këtë. Në këtë moment, ajo po gëlltit një galaktik zhuzh, të quajtur Sagittarius Dwarf. Yjet e kësaj galaktike po shtrihen në një rrjedhë të gjatë që rrethon rrugën e qumështit si një pëlhur e grisur. Dhe në të ardhmen, në rreth 4 miliard vjet, rruga e qumështit do të përplaset me galaktikën tonë fqinje, Andromedën. Kjo nuk do të jetë një përplasje e butë. 2 galaktika do të kalojnë nëpër njëra tjetra, duke u kthyer, duke u përplasur përsëri, duke u bashkuar ngadalë në një galaktik të vetme, gjigante, eliptike. Yjet do të hidhen në orbita të reja. Disa do të hidhen jashtë galaktikës së re krejtësisht, duke u bërë yje endacak që lundrojnë në përhapësirën ndërgalaktike. Të tjerët do të bien drejt qendrës, ku 2 vrimat e zeza supermasive, një nga rruga e qumështit, një nga Andromeda, do të bashkohen në një vrim të zezë edhe më gjigante. Por ja gjëja e mahniqme. Edhe pse miliarda yje do të hidhen në orbita të reja, pothuajse asnjë prej tyre nuk do të përplaset me një yll tjetër. Sepse yjet janë aq të largët nga njëri tjetri, sa edhe kur 2 galaktika përplasen, hapësira midis yjeve është ende kaq e madhe sa përplasjet janë jashtëzakonisht të rralla. Është si të hedhësh 2 re pluhuri njëra nëpër tjetrën. Grincat individuale rrallë prekin, por halo të materjes së errët do të bashkohen. Ato do të përzihen. Ato do të formojnë një halo të vetëm, gjigant, që do të rrethojë galaktikën e re. Dhe kjo halo do të jetë 6 herë më masive se të gjithë yjet në galaktik. 6 herë më masive se gjithçka që mund të shohim. Tani le të zmadhojmë. Le të shikojmë jo një galaktik, por universin e tërë. Nëse do të mund të dilnit jashtë universit, një koncept që nuk ka kuptim, por le ta imagjinojmë,
dhe të shihni shpërndarjen e materjes në shkallë kozmike, do të shihni diçka të jashtëzakonshme. Galaktikat nuk janë të shpërndara rastësisht. Ato formojnë një model, një rrjet gjigante, si një rrjet me rimangje kozmike. Ka fije të gjata, të holla, ku galaktikat janë të rreshtuara si margaritar në një fije. Ka nyje ku fijeve takohen, ku qindra ose mijëra galaktika grumbullohen së bashku. Dhe ka boshtlëqe, rajone të mëdha, pothuajse të zbrazda, ku ka shumë pak galaktika. Këto boshtlëqe mund të jenë 100 milion vite drite në diametër, hapësira kaq të mëdha sa mendja njerëzore mezi mund t'i përfytyrojë. Dhe kjo strukturë, kjo rrjet kozmike, nuk është rastësore. Ajo është pasoja e drejt për drejt e shpërndarjes së materjes së errët në universin e hershëm. Ato fluktuime të vogla në rrezatimin kozmik të sfondit, ato valë të vogla që përmenda më parë, janë rritur për të formuar këtë strukturë gjigante. Materia e errët ka formuar fijeve, materia normale ka ndjekur. Galaktikat kanë lindur në vendet ku materia ishte më e dendur. Kur shkencëtarët simulojnë këtë proces në kompjuter, kur ata programojnë ligjet e gravitetit dhe shpërndarjen fillestare të materjes së errët dhe e lënë simulimin të zhvillohet, ata shikojnë diçka mahnitse. Struktura që del nga simulimi duket pothuajse identike me strukturën që vëzgojmë në universin real. Fijeve janë në vendet e duhura, grumbujt janë në vendet e duhura, boshtlëqet janë në vendet e duhura. Kjo është një nga konfirmimet më të forta që kemi se modeli ynë i materjes së errët është i saktë. Por le të flasim për diçka edhe më të çuditshme. Le të flasim për shkallën e kohës. Universi është rreth 13 miliardë 800 milion vjet i vjetër. Kjo është koha që ka kaluar që nga Big Bang. Por kjo nuk është koha që do të kaloj, sepse universi nuk po vdes. Ai sapo ka filluar. Nëse energjia e errët mbetet konstante, nëse ajo vazhdon të shtyjë universin të zgjerohet me të njëjtin ritëm, atëherë universi do të vazhdojë për një kohë të pafund. Por jo në mënyrën që ju mund ta imagjinoni. Sepse edhe pse universi do të ekzistojë përgjithmonë, gjërat brenda tij do të ndryshojnë, dhe këto ndryshime do të jenë dramatike. Le të shkojmë në të ardhmen. 1 trilion vjet nga tani. 1 me 12 zero pas tij. Kjo është një kohë aq e gjatë sa është pothuajse e pamundur ta konceptosh. Universi ynë ka ekzistuar për vetëm 13 miliardë 800 milion vjet. 1 trilion vjet është 73 herë më gjatë se kjo. Çfarë do të ketë ndodhur deri atëherë? Shumica e yjeve do të kenë vdekur. Yjet si dielli ynë jetojnë për rreth 10 miliardë vjet. Yje më të mëdhenj jetojnë më pak, vetëm disa milion vjet. Yje më të vegjël jetojnë më gjatë, disa mund të jetojnë për triliona vjet. Por edhe yjet më të gjatjetues do të fillojnë të vdesin. Universi do të bëhet më i errët, më i ftohtë, më i vetmuar. Por do të ketë ende yje të rinj, sepse edhe pse shumica e gazit në galaktika do të jetë përdorur, do të ketë ende pak gaz të mbetur. Dhe ky gaz do të vazhdojë të bjerë në gropa gravitacionale, të kondensohet, të formojë yje të rinj. Por këta yje do të jenë të vegjël, të kuq, të dobët. Ata do të ndriçojnë me një dritë të zbehtë, portokalli, dhe ata do të jenë të rrallë, të ndarë nga distanca të mëdha. Dhe pastaj, ngadalë, edhe këta yje do të vdesin. Gazi do të mbarojë. Formimi i yjeve do të ndalojë. Dhe universi do të hyjë në atë që kozmologët e quajnë era e degeneruar. Një kohë kur të vetmit objekte të mbetur janë mbetjet e yjeve të vdekur. Gjuqa të bardha, bërthama të ngjehta të dendura të yjeve si dielli, yje neutronesh, bërthama edhe më të dendura të yjeve masiv, vrima të zeza, rajone të hapësirës ku graviteti është aq i fortë sa asgjë, as drita nuk mund të shpëtojë. Kjo erë do të zgjas për një kohë të gjatë, shumë të gjatë, deri në 1 kuintilion vjet, 1 me 18 zero pas tij. Gjatë kësaj kohe, gjusha të bardha do të ftohen ngadalë. Ata do të rrezatojnë nxehtësinë e tyre në hapësirë, duke u bërë gjithnjë më të ftohta, gjithnjë më të errëta. Në fund, ata do të bëhen gjusha të zinj, objekte të ftohta, të errëta, që nuk lëshojnë pothuajse asnjë dritë. Por edhe atëherë,
Universi nuk do t'jetë plotësisht i vdekur, sepse ka një proces tjetër në punë, një proces aq i ngadalt sa është pothuajse i pabesueshëm. Yjet, edhe kur janë të ftohta dhe të vdekur, ende kanë strukturë. Ata janë të bërë nga atome, dhe këto atome janë të mbajtura së bashku nga forca elektromagnetike. Por ka një proces kuantik të quajtur tunelim, që lejon atomet të riorganizohen ngadalë në konfiguracionin më të ulët të energjisë. Dhe konfigurimi më i ulët i energjisë për një masë të madhe materie është hekur. Pra, gjatë një kohe të paimagjinueshme të gjatë, 1/100.000 vjet pas tij, gjusha të zinj do të transformohen ngadalë në sfera hekuri. Kjo nuk është një proces kimik. Kjo është një proces kuantik, ku atomet individuale tunelojnë nëpër barierat e energjisë për të gjetur gjendje më të qëndrueshme. Dhe në fund, çdo gjuhë i zi, çdo mbetje e një ylli të vdekur, do të bëhet një sferë e përsosur e hekurit të ftohtë. Por edhe kjo nuk është fundi, sepse ka një proces tjetër, edhe më i ngadalt, edhe më i çuditshëm. Sipas mekanikës kuantike, çdo gjë ka një probabilitet të vogël për të tuneluar në çdo gjendje tjetër. Edhe një sferë hekuri ka një probabilitet të vogël, të paimagjinueshëm të vogël, por jo zero, për të tuneluar në një vrim të zezë. Dhe nëse prisni mjaft gjatë, 1/150 vjet, edhe kjo do të ndodhë. Tani le të flasim për vrimat e zeza. Për një kohë të gjatë, fizikanët mendonin se vrimat e zeza ishin të përjetshme, që pasi diçka binte në një vrim të zezë, ajo ishte zhdukur përgjithmonë. Por në vitet 1970, Stephen Hawking zbudoi diçka të jashtëzakonshme. Vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato rrezatojnë. Kjo ndodh për shkak të një efekti kuantit pranë horizontit të ngjarjeve, kufirit përreth një vrime të zezë përtej të cilit asgjë nuk mund të shpëtojë. Në këtë rajon, fluktuimet kuantike krijojnë çifte grimkash dhe antigrimkash. Normalisht këto çifte shfaqen dhe zhduken menjëherë, por pranë një vrime të zezë, një grimc mund të bjerë brenda, ndërsa tjetra shpëton. Për një vëzhgues të largët duket sikur vrima e zezë po lëshon rrezatim. Ky rrezatim quhet rrezatimi i Hawking, dhe ai ka një pasojë të jashtëzakonshme. Vrimat e zeza po humbasin masë. Ato po avullojnë. Procesi është jashtëzakonisht i ngadalt për vrima të mëdha të zeza. Një vrim e zezë me masën e diellit do të merrte 1/26 vjet për të avulluar plotësisht. Një kohë shumë më e gjatë se mosha aktuale e universit. Por vrimat më të vogla të zeza avullojnë më shpejt. Dhe në fund, çdo vrim e zezë do të avullojë. Kur një vrim e zezë arrin fazat e saj finale, ajo fillon të avullojë gjithnjë më shpejt. Temperatura e saj rritet, rrezatimi bëhet më intensiv, dhe në momentin final, ajo shpërthen në një shpërthim të shkurtër intensiv të rrezatimit, një shkëndi e fundit e dritës në një univers që është bërë pothuajse plotësisht i errët. Le të shkojmë edhe më larg, në të ardhmen, 1/100 vjet nga tani. Kjo është një kohë aq e gjatë sa nuk ka fjalë për ta përshkruar atë. Universi në këtë pikë do të jetë pothuajse plotësisht i zbrazët. Të gjitha vrimat e zeza do të kenë avulluar, të gjitha yjet do të kenë vdekur, të gjitha strukturat do të jenë shpërbërë. Që mbetet është një supi holl i grimcave, fotone, elektrone, pozitrone, të shpërndara nëpër një hapësirë që vazhdon të zgjerohet. Temperatura e universit do të jetë pothuajse zero absolute. Entropia, një masë çrregullimit, do të jetë në maksimum. Asgjë interesante nuk mund të ndodhë më. Nuk ka energji të disponueshme për të bërë punë. Nuk ka gradient të temperaturës për të drejtuar procese. Universi ka arritur atë që fizikanët e quajnë vdekje termike, një gjendje e ekuilibrit të përsosur ku asgjë nuk ndryshon, ku asgjë nuk mund të ndodhë. Por edhe këtu ka një çuditësi të fundit. Sipas disa interpretimeve të mekanikës kuantike, edhe në një univers të vdekur termikisht, fluktuimet kuantike vazhdojnë. Dhe nëse prisni mjaft gjatë, një kohë aq e gjatë sa është përtej çdo përshkrimi, këto fluktuime mund të krijojnë struktura të reja. Një grup i rastësishëm i grincave mund të formojë një yll. Një fluktuim edhe më i rrallë mund të krijojë një univers të tërë të ri. Kjo ide quhet hipoteza e trurit të Boltzmannit.
Ajo sugjeron se në një univers të pafund, çdo gjë që është e mundur do të ndodhë përfundimisht. Madje edhe lindja një truri të plot, i formuar rastësisht nga fluktuimet kuantike, me kujtime false të një jete që nuk ka ndodhur kurrë. Kjo ide është shqetësuese. Ajo ngre pyetje për natyrën e realitetit, për atë që do të thotë të ekzistosh, për atë që mund të besojmë. Por le të kthehemi në të tashmen. Le të kthehemi në këtë moment, në këtë univers, në këtë kohë, kur yjet ende ndriçojnë, kur galaktikat ende formohen, kur jeta ende është e mundur. Sepse ne jetojmë në një moment të veçantë, një moment kur universi është mjaft i vjetër që struktura komplekse të kenë evoluar, por mjaft i ri që yjet ende ndriçojnë. Një moment kur materia e errët dhe energjia e errët janë afërsisht të balancuara. Një moment kur pyetjet që bëjmë ende kanë kuptim. Dhe kjo na sjell në pyetjen më të thellë të gjitha. Pse tani? Pse ne ekzistojmë në këtë moment specifik në historinë kozmike? Universi do të ekzistojë për një kohë të pafund. Shumica e kësaj kohe do të jetë e errët, e ftohtë, e vdekur. Periudha kur yjet ndriçojnë, kur galaktikat formohen, kur jeta është e mundur, kjo është një çast i shkurtër në shkallën kozmike. Dhe ne jemi këtu, në këtë çast. Disa fizikanë thonë se kjo nuk është një rastësi. Ata argumentojnë se jeta inteligjente mund të evoluojë vetëm gjatë kësaj periudhe. Më parë, universi ishte shumë i nxehtë, shumë kaotik. Më vonë ai do të jetë shumë i ftohtë, shumë i zbrazët. Vetëm tani, në këtë dritare të ngushtë kohe, kushtet janë të duhura. Pra, fakti që ne ekzistojmë tani nuk është një rastësi, është një domosdoshmëri. Ne nuk mund të ekzistonim në asnjë kohë tjetër. Por kjo përgjigje ngre pyetje të reja. Nëse jeta inteligjente mund të evoluojë vetëm gjatë kësaj periudhe, atëherë çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? Çfarë do të ndodhë me të gjitha qeniet inteligjente që mund të ekzistojnë në univers kur yjet fillojnë të vdesin? A do të gjejnë ata një mënyrë për të mbijetuar? A do të gjejnë ata një mënyrë për të krijuar energji të re, për të ndezur yje të rinj, për të shtyrë vdekjen termike të universit? Disa shkencëtar kanë propozuar ide të çmendura. Ndoshta qytetërimet e avancuara mund të ndërtojnë struktura gjigante rreth yjeve për të kapur të gjithë energjinë e tyre, diçka e quajtur sferë Dyson. Ndoshta ata mund të manipulojnë vrimat e zeza duke përdorur rrezatimin e Hawking si burim energjie. Ndoshta ata mund të krijojnë universi të reja duke hapur porta në dimensione të tjera. Por këto janë spekulime, fantazi shkencore. Realiteti është më i thjeshtë dhe më i tmerrshëm. Ligjet e termodinamikës janë të pashkputshme. Entropia gjithmonë rritet. Energjia e disponueshme gjithmonë zvogëlohet. Dhe në fund, pavarësisht se sa të zgjuar jemi, pavarësisht se çfarë teknologjie zhvillojmë, ne nuk mund të shpëtojmë nga fati i universit. Përveç nëse ka diçka që ne nuk e dim. Diçka fundamentale për natyrën e realitetit që ne ende nuk e kemi zbuluar. Sepse ja gjëja. Çdo herë që ne kemi menduar se e kuptonim universin, ne kemi zbuluar se kishim gabim. Çdo herë që ne kemi menduar se kishim arritur kufijtë e njohurive, ne kemi gjetur se kishte më shumë për të mësuar. Newtoni mendonte se kishte kuptuar graviteti. Pastaj erdhi Einsteini dhe tregoi se graviteti nuk është një forcë, por një përkulje e hapësirës dhe kohës. Einsteini mendonte se universi ishte statik, pastaj Hubble zbuloi se ai po zgjerohej. Ne menduam se e kuptonim materien, pastaj zbuluam se 95% e saj është e padukshme. Çfarë do të zbulojmë tjetra? Çfarë misteri të ri do të zbulohet? Çfarë kuptimi të ri do të revolucionarizojë të kuptuarit ton të realitetit? Ne nuk e dim, por historia na mëson se ka gjithmonë më shumë. Gjithmonë një shtresë më të thellë, gjithmonë një mister më të madh. Dhe ndoshta, thellë në këto mistere, qëndron shpëtimi ynë. Ndoshta kur të kuptojmë se çfarë është materia e errët, kur të kuptojmë se çfarë është energjia e errët, ne do të zbulojmë diçka që do të ndryshojë gjithçka. Diçka që do të na jap fuqi që ne as nuk mund ta imagjinojmë. Diçka që do të na lejojë të kapërcejmë kufizimet që ne mendojmë se janë absolute. Ose ndoshta jo. Ndoshta disa kufizime janë të vërteta. Ndoshta disa ligje nuk mund të thyen. Ndoshta fati i universi është i vullosur dhe asgjë që ne bëjmë nuk mund ta ndryshojë ata. Por edhe nëse kjo është e vërtet,
edhe nëse ne jemi të dënuar, ka ende bukuri në kërkim, ka ende dinjitet në përpjekje, ka ende kuptim në pyetje. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të jetuar përgjithmonë, por aftësia për të pyetur pse. Jo fuqia për të ndryshuar universin, por guximi për ta kuptuar atë. Jo siguria e përgjigjes, por bukuria e pyetjes. Ne jetojmë në një univers ku 95% e gjithçkaje është mister. Ku fati i gjithçkaje varet nga forca që ne as nuk mund t'i shohim. Ku koha që kemi është një çast i shkurtër në një histori të pafund. Dhe megjithatë, ne vazhdojmë të shikojmë lart. Vazhdojmë të pyesim. Vazhdojmë të shpresojmë. Sepse edhe në errësirë, edhe në pasiguri, edhe përballë së panjohurës absolute, ne ende mund të mrekullohemi. Dhe në atë mrekulli qëndron gjithë bukuria, gjithë dinjiteti, gjithë kuptimi i qenies njerëzore. Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, ka diçka që duhet ta them. Diçka që çdo shkencëtar i ndershëm e di, por që shpesh harrojmë ta themi me zë të lartë. Gjithçka që sapo keni dëgjuar, çdo teori, çdo shpjegim, çdo parashikim për të ardhmen, bazohet në një supozim fundamental, se ne e kuptojmë se si funksionon universi. Por ja e vërteta e papërshtatshme, e çuditshme, po thuajse e turpshme. Ne nuk e kuptojmë. Kuptoj plotësisht se çfarë po mendoni. Ju sapo dëgjuat për eksperimente të sofistikuara, për simulime kompjuterike që përputhen me vëzhgjimet, për ekuacione që parashikojnë sjelljen e galaktikave me precizion të mahnitshëm. Si mund të them tani se ne nuk e kuptojmë? Por ja pika. Të gjitha këto, çdo eksperiment, çdo simulim, çdo ekuacion, janë ndërtuar mbi një themel që është 95% mister. Është sikur të kesh ndërtuar një katedrale madhështore mbi një tokë që nuk e ke parë kurrë, që nuk e ke prekur kurrë, që nuk e di as nëse ekziston. Le ta them më qartë. Imagjinoni që jeni një detektiv që po heton një krim. Ju keni gjetur gjurmë këmbësh, keni gjetur flok, keni gjetur DNA. Dhe nga këto prova, ju keni ndërtuar një profil të detajuar të kriminalit. Sa i gjatë është, sa peshon, ku ka qenë. Por ja problemi. Ju nuk e keni parë kur kriminalin. Ju nuk e dini nëse është njeri apo diçka krejtësisht tjetër. Ju nuk e dini nëse gjurmët që keni gjetur janë nga një qenie apo nga 10 qenie të ndryshme. Ju thjesht keni prova indirekte dhe po përpiqeni të ndërtoni një histori që i përshtatet atyre provave. Kjo është gjendja e kozmologjisë moderne. Ne kemi prova, galaktika që rrotullohen shumë shpejt, grumbuj që qëndrojnë së bashku, një univers që përshpejton. Dhe ne kemi ndërtuar një histori që i përshtatet këtyre provave. Materia e errët dhe energjia e errët. Por ne nuk i kemi parë kurrë këto gjëra drejt për drejt. Ne nuk e dim nëse ato janë grimca, fusha, modifikime të gravitetit, apo diçka që ne as nuk mund ta imagjinojmë ende. Dhe ja ku bëhet edhe më e çuditshme. Ka një fushë të tërë pseudoshkence që pretendon se ka përgjigjet. Teori konspirative që thonë se shkencëtarët po fshehin të vërtetën. Mistik që pretendojnë se materia e errët është energji shpirtërore. Sharlatan që shesin libra duke premtuar se do t'ju mësojnë të përdorni energjinë e errët për të ndryshuar jetën tuaj. Dhe e kuptoj pse këto ide janë tërheqëse, sepse ato ofrojnë siguri. Ato ofrojnë përgjigje të thjeshta për pyetje komplekse. Ato ofrojnë ndjesinë se dikush e kupton, se dikush e di. Por shkenca nuk funksionon kështu. Shkenca nuk ofron siguri. Ajo ofron diçka shumë më të vlefshme. Ndershmëri. Kur një shkencëtar thotë ne nuk e dim, kjo nuk është dobësi. Kjo është forca. Sepse vetëm duke pranuar se nuk e dim, ne mund të fillojmë ta zbulojmë. Vetëm duke pranuar kufizimet tona, ne mund t'i kapërcejmë ato. Le të jemi plotësisht të qartë për atë që ne dim dhe atë që ne nuk dim. Ne dim se diçka e padukshme po ndikon në lëvizjen e galaktikave. Ne e dim këtë me siguri absolute, sepse kemi matur lëvizjet me precizion të jashtëzakonshëm. Ne dim se universi po përshpejton. Ne e dim këtë, sepse kemi matur distancat dhe shpejtësitë e mjëra supernovave. Këto nuk janë opinione, këto nuk janë teori. Këto janë fakte të vëzguara, të matura,
të konfirmuara nga 10 laborator të pavarur në të gjithë botën. Por, dhe ky është një por i madh, ne nuk dim se çfarë po shkakton këto efekte. Ne kemi hipoteza, kemi teori, kemi modele matematikore që funksionojnë mahnitshëm mirë për të përshkruar atë që vëzgojmë, por asnjë nga këto nuk është provuar drejt për drejt. Asnjë eksperiment nuk ka kapur një grimcë të vetme të materjes së errët. Asnjë teori nuk ka shpjeguar plotësisht natyrën e energjisë së errët. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante. Disa nga shkencëtarët më të mëdhenj të botës po fillojnë të pyesin nëse ne po bëjmë pyetjet e duhura. Çfarë nëse materia e errët dhe energjia e errët nuk janë gjëra që duhet të zbulohen, por simptoma të diçkaje më thellë? Çfarë nëse problemi nuk është se ne nuk mund t'i gjejmë ato, por se ne po kërkojmë në mënyrën e gabuar? Ka një ide që po fiton terren, një ide aq radikale sa disa e quajnë heretike. Ajo sugjeron se ndoshta graviteti vet nuk është një forcë fundamentale, por një fenomen emergjent. Imagjinoni temperaturën. Temperatura nuk është një gjë fundamentale, ajo është një masë e lëvizjes mesatare të molekulave. Ju nuk mund të izoloni një grimcë të vetme të temperaturës. Ajo shfaqet vetëm kur keni shumë molekula së bashku. Çfarë nëse graviteti është i ngjashëm? Çfarë nëse ai shfaqet nga diçka më thellë, më fundamentale? Kjo ide quhet gravitet emergjent dhe ajo është propozuar nga fizikan si Erik Verlinde. Nëse ajo është e saktë, atëherë materia e errët mund të mos jetë materie fare. Ajo mund të jetë thjesht një efekt i mënyrës se si graviteti emergjent sillet në shkallë të mëdha. Kjo do të shpjegonte pse ne nuk mund ta gjejmë materien e errët, sepse ajo nuk ekziston si një substancë fizike. Ajo është një iluzion i krijuar nga kuptimi ynë i paplot i gravitetit. Por, dhe përsëri ka një por, kjo teori ka problemet e veta. Ajo nuk mund të shpjegojë të gjitha vëzhgjimet. Ajo nuk funksionon për bullet cluster. Ajo nuk përputhet me rrezatimin kozmik të sfondit. Dhe më e rëndësishmja, ajo nuk ka bërë ende asnjë parashikim të ri që mund të testohet dhe që do ta dallonte atë nga teoria standarde. Pra, ku na lë kjo? Na lë në një vend të çuditshëm, të papërshtatshëm, por thellësisht njerëzor. Ne jemi qenie inteligjente që kanë zbuluar se 95% e universit është e padukshme për ne. Ne kemi ndërtuar instrumente të jashtëzakonshme për të studiuar këtë të padukshëm. Ne kemi zhvilluar teori matematikore që përshkruajnë sjelljen e tij me precizion të mahnitshëm, por ne ende nuk e dim se çfarë është. Dhe ja bukuria e çuditshme e kësaj situate. Kjo është pikërisht ku shkenca bën më të mirën e saj. Jo kur ka të gjitha përgjigjet, por kur përballet me mistere që sfidojnë çdo gjë që menduam se e dinim. Sepse është në këto momente që ndodhin revolucionet e vërteta shkencore. Mendoni për historinë. Në fund të shekullit të 19, fizikanët mendonin se kishin kuptuar pothuajse gjithçka. Kishin ligjet e Newtonit për lëvizjen, kishin ekuacionet e Maxwellit për elektromagnetizmin. Kishte vetëm disa re të vogla në horizont, disa anomali të vogla që nuk përshtateshin plotësisht me teorinë. Një nga këto re ishte se shpejtësia e dritës dukej e njëjtë pavarësisht se sa shpejt po lëviznit. Një tjetër ishte se objektet e nxehta nuk rrezatonin dritë në mënyrën që teoria parashikonte. Këto re të vogla quan në 2 revolucione që ndryshuan gjithçka: relativitetin dhe mekanikën kuantike. Ato na treguan se universi ishte shumë më i çuditshëm, shumë më i mahnitshëm se sa kishim imagjinuar. Ato hapën fusha të tëra të reja të fizikës. Ato quan në teknologji që kanë transformuar qytetërimin, nga kompjuterët te energjia bërthamore te GPS-i që përdorni çdo ditë. Tani ne jemi në një situatë të ngjashme. Ne kemi re në teorinë tonë, materia e errët dhe energjia e errët. Dhe këto re janë shumë më të mëdha se ato të shekullit të 19. Ato nuk janë anomali të vogla. Ato janë 95% e universit. Kjo sugjeron se ne jemi në prag të një revolucioni edhe më të madh. Një revolucion që mund të ndryshojë të kuptuarit ton të realitetit në mënyra që ne as nuk mund të imagjinojmë ende. Por ja gjëja që duhet ta kuptoni. Ky revolucion
nuk do të vijë nga dikush që pretendon se ka të gjitha përgjigjet. Ai nuk do të vijë nga mistik, apo guru, apo sharlatan. Ai do të vijë nga shkencëtar që janë mjaft të guximshëm për të thënë, unë nuk e di, dhe mjaft të këmbëngullshëm për të vazhduar kërkimin. Megjithatë, le të flasim për shkallën e asaj që ne nuk dim. Materia e errët përbën 27% të universit. Ne nuk e dim se çfarë është. A është një grimc, shumë grimca, një fush, një modifikim i gravitetit, diçka krejtësisht tjetër që ne as nuk kemi konceptin për ta përshkruar. Ne thjesht nuk e dim. Energjia e errët përbën 68% të universit. Ne nuk e dim se çfarë është. A është konstanta kozmologjike, një pronë e vetë hapësirës? A është një fushë dinamike që po ndryshon me kalimin e kohës? A është një efekt i dimensioneve shtesë? A është diçka që do të na detyrojë të rishkruajmë ligjet e fizikës? Ne thjesht nuk e dim. Dhe pastaj ka pyetje edhe më të thellë. Pse raportimi midis materjes së errët dhe materjes normale është pikërisht ai që është? Pse energjia e errët ka pikërisht forcën që ka, jo shumë më të madhe, jo shumë më të vogël, por pikërisht mjaft për të lejuar formimin e galaktikave dhe pastaj për të filluar të dominojë? Pse ne jetojmë pikërisht në momentin kur këto dy forca janë afërsisht të balancuara? Këto pyetje na çojnë në territorin e asaj që quhet rregullimi i imët i universit. Universi duket se është rregulluar me një precicion të pabesueshëm për të lejuar ekzistencën e jetës. Nëse konstanta gravitacionale do të ishte pak më e ndryshme, yjet nuk do të mund të formohen. Nëse forca elektromagnetike do të ishte pak më e fortë apo më e dobët, atomet nuk do të mund të ekzistojnë. Nëse energjia e errët do të ishte pak më e madhe, galaktikat nuk do të mund të formohen. Disa shkencëtarë shohin këtë si provë të principit antropik. Ideja se universi duhet të ketë këto veti, sepse nëse nuk do t'i kishte, ne nuk do t'ishim këtu për ta vëzhguar atë. Të tjerët e shohin si provë të multiversit, ideja se ka një numër i pafund universish me veti të ndryshme dhe ne thjesht ndodhemi në një nga ata që lejon jetën. Por ja e vërteta, asnjë nga këto ide nuk mund të testohet drejt për drejt. Ne nuk mund të shkojmë jashtë universit ton për të parë nëse ka të tjerë. Ne nuk mund të ndryshojmë konstantet fundamentale të fizikës për të parë se çfarë do të ndodhte. Këto janë pyetje që mund të jenë përtej aftësisë son për të përgjigjur, të paktën me teknologjinë dhe metodat që kemi tani. Dhe kjo na sjell në një pyetje edhe më të thellë. A ka kufi për atë që ne mund të dimë? A ka pyetje që janë thjesht shumë të mëdha, shumë të thella, shumë fundamentale për të përgjigjur nga qenie si ne? A jemi ne si milingonat që përpiqen të kuptojnë mekanikën kuantike, qenie me trur të zhvilluar për një qëllim specifik, duke u përpjekur të kuptojnë një realitet që është përtej kapacitetit ton kognitiv? Kjo është një pyetje e pakëndshme, sepse ne duam të besojmë se nuk ka kufi për atë që mund të zbulojmë. Ne duam të besojmë se me mjaft kohë, mjaft përpjekje, mjaft zgjuarsi, ne mund të kuptojmë gjithçka. Por ndoshta kjo është një iluzion. Ndoshta ka disa gjëra që janë thjesht përtej nesh. Por edhe nëse kjo është e vërtet, edhe nëse ka kufi absolut për atë që ne mund të dimë, ne ende nuk i kemi arritur ato kufi. Ne ende kemi pyetje për të bërë, eksperimente për të kryer, teori për të testuar, mistere për të eksploruar. Dhe çdo përgjigje që gjejmë, edhe nëse ajo ngre 10 pyetje të reja, na çon një hap më afër të vërtetës. Le të flasim për atë që po vjen. Në dekadën e ardhshme, ne do të kemi instrumente të reja që janë shumë më të fuqishme se çdo gjë që kemi pasur më parë. Teleskopi hapësinor James Webb tashmë po na tregon galaktika që ekzistonin kur universi ishte vetëm disa 100 milion vjet i vjetër. Teleskopi hapësinor Nancy Grace Roman do të hartografoj qindra milion galaktika me precicion të paprecedent. Teleskopi shumë i madh Vera C. Rubin do të krijojë një film të universit në zhvillim, duke zbuluar ndryshime që ndodhin në shkallë kohore prej ditësh dhe javësh. Në tokë, detektorë të rinj po ndërtohen për të kërkuar materjen e errët. Disa po kërkojnë për grimca më të rënda se sa kemi kërkuar më parë, të tjerë po kërkojnë për grimca më të lehta. Disa po përdorur teknologji krejtësisht të reja, kristale të ftohta në zero absolute,
lëngje të rrallë në presion ekstrem, kavitete që rezonojnë me frekuenca specifike dhe në hapësirë, satelit të rinj po hartohen për të matur përkuljen e dritës rreth masave të padukshme me precizion që nuk ka qenë i mundur më parë. Ata do të krijojnë harta tridimensionale të shpërndarjes së materjes së errët në univers, duke na treguar se si ajo është strukturuar, se si ajo ka evoluar, se si ajo ndërvepron me materjen normale. Çdo një nga këto instrumente ka potencialin për të bërë një zbulim që do të ndryshonte gjithçka. Një sinjal i vetëm nga një detektor i materjes së errët, një anomalie vetme në hartën e energjisë së errët, një vëzhgim i vetëm që nuk përputhet me teorinë tonë aktuale. Kjo është gjithçka që nevojitet për të hapur një fushë të tërë të re të fizikës. Por edhe nëse këto instrumente nuk gjejnë asgjë, edhe nëse ata vazhdojnë të na tregojnë se materia e errët dhe energjia e errët janë edhe më misterioze se sa menduam, kjo do të jetë ende një zbulim i rëndësishëm, sepse çdo rezultat negativ na tregon diçka. Ai na tregon se ku të mos kërkojmë. Ai zvoglon hapësirën e mundësive. Ai na afron në të vërtetën, duke eliminuar atë që nuk është e vërtetë. Kjo është mënyra se si shkenca funksionon. Jo përmes zbulimeve të mëdha dramatike që zgjidhin gjithçka në një moment, por përmes një procesi të ngadalt, të këmbëngullshëm, të grumbullimit të provave, testimit të hipotezave, eliminimit të mundësive, ngushtimit të fushës, është një proces që kërkon durim, që kërkon përullësi, që kërkon gatishmërinë për të pranuar se ju mund të keni gabuar. Dhe ja ku shkenca ndryshon nga pseudoshkenca. Pseudoshkenca pretendon se ka përgjigjet. Ajo ofron siguri. Ajo thot, kjo është e vërteta, besojeni mua. Shkenca thot, kjo është ajo që ne mendojmë se është e vërtet, bazuar në provat që kemi tani, por ne mund të jemi gabim, dhe ne po kërkojmë vazhdimisht për prova që mund të na provojnë se jemi gabim. Kjo mund të t'ingëllojë si dobësi, por është forca më e madhe e shkencës, sepse vetëm duke qenë të hapur ndaj mundësisë se ne jemi gabim, ne mund të mësojmë. Vetëm duke testuar vazhdimisht idetë tona kundër realitetit, ne mund të zbulojmë se cilat ide janë të sakta dhe cilat duhet të hidhen poshtë. Le të kthehemi te materia e errët dhe energjia e errët. Le të themi qartë se çfarë do të duhej për t'i kuptuar ato. Për materien e errët, ne do të duhet ose të detektojmë një grinc drejt për drejt, të kapim një WIMP apo një akson në një nga detektorët tanë, ose të gjejmë një teori alternative që shpjegon të gjitha vëzhgimet pa pasur nevojë për materie shtesë. Deri tani, asnjë nga këto nuk ka ndodhur. Për energjinë e errët, ne do të duhet të përcaktojmë nëse ajo është konstante apo po ndryshon me kalimin e kohës. Nëse ajo është konstante, atëherë ajo mund të jetë konstanta kozmologjike, një pronë fundamentale e hapësirës. Nëse ajo po ndryshon, atëherë ajo mund të jetë një fushë dinamike dhe ne do të duhet të zbulojmë ligjet që qeverisin evolucionin e saj. Deri tani, vëzhgimet tona nuk janë mjaft të sakta për të dalluar midis këtyre mundësive. Pra, ku na lë kjo? Na lë në një moment të jashtëzakonshëm në historinë e shkencës. Një moment kur ne e dim se ka diçka të madhe që na mungon, por ne nuk e dim se çfarë është. Një moment kur ne kemi mjetet për të kërkuar, por ne nuk e dim se ku të kërkojmë. Një moment kur çdo zbulim i ri mund të hap dyert për një revolucion në të kuptuarit ton të realitetit. Dhe a gjëja e mahniqme. Ne jetojmë në këtë moment. Ne jemi këtu, tani, në këtë pikë specifike në historinë kozmike, kur këto pyetje po bëhen, kur këto eksperimente po kryhen, kur këto zbulime po bëhen. Ne nuk jemi duke lecuar për këtë në librat e historisë. Ne jemi duke jetuar atë. Mendoni për këtë. Dikush që po dëgjon këto fjalë tani mund të jetë shkencëtari që do të zgjidh misterin e materjes së errët. Dikush që po studion fizik në universitet tani mund të zhvillojë teorinë që do të shpjegojë energjinë e errët. Dikush që po ndërton një detektor tani mund të kapë sinjali që do të ndryshojë gjithçka. Ose ndoshta jo. Ndoshta misteri do të mbetet i pasgjidhur për dekada të tjera, për shekuj. Ndoshta ne kemi nevojë për teknologji që ende nuk i kemi shpikur, për koncepte që ende nuk i kemi zhvilluar, për një mënyrë krejtësisht të re të menduarit për realitetin. Por edhe nëse kjo është e vërtet, edhe nëse përgjigja është larg, procesi i kërkimit është i vlefshëm.
sepse në këtë proces ne mësojmë jo vetëm për universin, por për veten tonë. Ne mësojmë për kufijtë e njohurive tona. Ne mësojmë për fuqinë e kurreshtjes son. Ne mësojmë për guximin ton për të përballuar të panjohurën. Dhe në fund, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të ditur gjithçka, por aftësia për të pranuar se ka gjëra që nuk i dim, dhe për të vazhduar kërkimin megjithatë. Jo siguria, por guximi për të jetuar me pasiguri. Jo përgjigjet, por pyetjet që na shtyjnë përpara. Ne jetojmë në një univers ku 95% e gjithçkaje është mister, ku fati i gjithçkaje varet nga forca që ne as nuk mund t'i shohim, ku çdo përgjigje që gjejmë ngre 10 pyetje të reja. Dhe megjithatë, ne vazhdojmë. Vazhdojmë të shikojmë lart, vazhdojmë të pyesim, vazhdojmë të shpresojmë. Sepse edhe në errësirë, edhe në pasiguri, edhe përballë së panjohurës absolute, ne ende mund të mrekullohemi. Dhe në atë mrekulli, në atë këmbëngulje, në atë refuzim për të dorëzuar përballë misterit, qëndron gjithë bukuria, gjithë dinjiteti, gjithë shpresa e qenies njerëzore. Universi po na thërret, po na thot, unë jam më i madh se sa ju mund t'imagjinoni. Unë jam më i çuditshëm se sa ju mund kuptoni. Unë jam plot me mistere që do t'ju sfidojnë, që do t'ju hutojnë, që do t'ju bëjnë të dyshoni në gjithçka që mendonit se e dinit. Dhe ne, krijesat e vogla në një planet të vogël, po përgjigjemi. Ne e dim, ne e pranojmë, dhe ne do të vazhdojmë të kërkojmë megjithatë. Sepse kjo është ajo që na bën ne. Kjo është arsyeja pse ne ekzistojmë. Jo për të pasur të gjitha përgjigjet, por për të bërë pyetjet. Jo për të kuptuar gjithçka, por për të mos ndaluar kurrë së provuari. Dhe në këtë dialog midis njerëzimit dhe universit, në këtë kërkim të pafund për të kuptuar, në këtë refuzim për të kënaqur me ignorancën, qëndron gjithë kuptimi i ekzistencës son. Por le të ndalemi këtu. Le të kthehemi në fillim. Kujtoni se si filluam këtë udhëtim? Me ju, duke lëvizur në përhapësirë me 220 km/s, të zhytur në një oqean të padukshëm që përbën 95% të gjithçkaje që ekziston. Tani, pas gjithçkaje që kemi eksploruar, pyetja mbetet. Çfarë do të thotë kjo për ju? Çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku pothuajse gjithçka është e padukshme? Ka një paradoks të çuditshëm në zemër të kësaj historie. Ne kemi zbuluar se jemi pothuajse plotësisht të verbër për realitetin. 95% e universit është jashtë perceptimit ton të drejt për drejt. Dhe megjithatë, ky zbulim nuk na ka bërë më të dobët, ai na ka bërë më të fortë. Sepse për herë të parë në historinë e njerëzimit ne e dim se sa shumë nuk dim. Dhe kjo njohuri, kjo vetëdije e ignorancës son, është forma më e lartë e zgjuarsisë. Mendoni për filozofët e lashtë, Sokratin që tha, e di vetëm një gjë, se nuk di asgjë. Ai e kuptoi diçka thelbësore për natyrën e njohurisë, se vetëdia e ignorancës son nuk është dobësi, por fillimi i zgjuarsisë së vërtetë. Tani, 2500 vjet më vonë, shkenca na ka dhënë një version kozmik të kësaj zgjuarsie. Ne e dim se nuk dim 95% të realitetit. Dhe kjo njohuri na ka çliruar. Sepse ja çfarë ndodh kur pranon se nuk e di? Ti bëhesh kurreshtar. Kur mendon se e di gjithçka, ndalon së pyeturi. Kur pranon se nuk di asgjë, çdo pyetje bëhet një mundësi. Çdo mister bëhet një ftesë. Çdo boshllëk me njohuritë tona bëhet një hapësirë ku mund të zbulohen gjëra të reja, të mrekullueshme, të papritura. Por le të shkojmë më thellë. Le të pyesim diçka që shkenca nuk mund ta përgjigjet, por që filozofia duhet ta përballojë. Çfarë do të thotë të ekzistosh në një univers si ky? Çfarë do të thotë të jesh një grumbull i vogël i materjes normale, 5% e realitetit, i zhytur në një oqean të materjes së errët dhe energjisë së errët që nuk mund ta perceptosh drejt për drejt? Ka një ide në filozofinë lindore, koncepti i Maya në hinduizëm, iluzionit që fsheh natyrën e vërtetë të realitetit. Por materja e errët dhe energjia e errët na tregojnë diçka edhe më të thellë. Nuk është se realiteti është një iluzion,
është se realiteti është shumë më i madh, shumë më kompleks se sa mund të perceptojmë. Ne nuk jetojmë në një iluzion. Ne jetojmë në një fragment të vogël të një realiteti që është kaq i gjerë sa mendja jon mezi mund ta përfshi. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante. Çdo atom në trupin tuaj, çdo atom i karbonit, i azotit, i oksigjenit që ju përbën, u krijua në brendësi të një ylli që vdiq para se dielli të lindë. Ju jeni, fjalë për fjalë, pluhur yjesh. Por këta atome, kjo materie normale që ju përbën, është vetëm një pjesë e vogël e historisë. Ju jeni të zhytur në, të rrethuar nga, të depërtuar nga materia e errët. Çdo sekond, miliona grimca të materies së errët po kalojnë nëpër ju. Ju jeni një ishull i vogël i materies së dukshme në një oqean të materies së padukshme. Çfarë do të thotë kjo? A do thotë se ju nuk jeni real? Jo. Ju jeni real sa çdo gjë tjetër në univers, por kjo do thotë se realiteti është shumë më i pasur, shumë më i çuditshëm se sa duket. Ju jeni si një valë në sipërfaqen e një oqeani të thellë. Vala është reale, por nën të ka thellësi që vala nuk mund t'i shohë, nuk mund t'i kuptoj, por që megjithatë e mbajnë atë, e formojnë atë, e bëjnë atë të mundur. Le të flasim për diçka që shkenca nuk mund ta prek, por që është thelbësore për përvojën njerëzore, ngjësinë e mrekullisë. Kur shikoni qelin në një natë të qartë, kur shihni rrugën e qumështit të shtrihet nëpër errësirë, çfarë po shihni në të vërtetë? Po shihni dritën nga miliarda yje, disa prej të cilëve mund të kenë vdekur tashmë, por drita e tyre ende po udhton nëpër hapësirë për t'ju arritur. Por kjo është vetëm 5% e historisë. Rreth çdo yli që shihni ka një halo e padukshme e materies së errët, një strukturë gjigante që shtrihet shumë më larg se drita e dukshme. Midis yjeve ka fije të materies së errët që lidhin galaktikat së bashku në një rrjet kozmike, dhe në përgjithçka, duke depërtuar çdo centimetër kub të hapësirës, ka energjia e errët, forca e padukshme që po shtyn universin të zgjerohet gjithnjë më shpejt. Kur e dini këtë, kur e kuptoni këtë, a zvogëlohet mrekullia? Jo. Ajo rritet, sepse tani ju e dini se çdo gjë që shihni është vetëm sipërfaqja e një realiteti që është pafundësisht më i thellë. Çdo il është një dritare në një univers që është 95% mister. Çdo galaktik është një kujtesë se ka gjëra që ne nuk mund t'i shohim, por që megjithatë janë atje, reale, thelbësore. Por le të jemi plotësisht të ndershëm për atë që ne nuk dim. Dhe kjo është lista e gjatë. Ne nuk dim se çfarë është materia e errët. A është një grimc, shumë grimca, një fush, një modifikim i gravitetit, diçka krejtësisht tjetër? Ne thjesht nuk e dim. Ne nuk dim se çfarë është energjia e errët. A është konstanta kozmologjike, një fush dinamike, një efekt i dimensioneve shtesë, një shenjë se ligjet tona të fizikës janë të pakompletuara? Ne thjesht nuk e dim. Ne nuk dim pse raporti midis materies së errët dhe materies normale është pikërisht ai që është. Ne nuk dim pse energjia e errët ka pikërisht forcën që ka. Ne nuk dim pse ne jetojmë pikërisht në momentin kur këto forca janë afërsisht të balancuara. Ne nuk dim nëse ka universe të tjera me veti të ndryshme. Ne nuk dim nëse ligjet e fizikës që ne kemi zbuluar janë universale apo thjesht lokale për rajonin ton të hapësirës dhe kohës. Ne nuk dim nëse ka kufi për atë që ne mund të dim. Ne nuk dim nëse ka. Pyetje që janë thjesht shumë të mëdha, shumë të thella për t'u përgjigjur nga qenie si ne. Ne nuk dim nëse universi është i kuptueshëm në tërsinë e tij, apo nëse do të ketë gjithmonë mistere që mbeten përtej aftësisë son për t'i zgjidhur. Dhe ja gjëja e mahniqme. Kjo listë e gjërave që ne nuk dim nuk është një listë e dështimeve. Kjo është një listë e mundësive. Çdo nuk e dim është një pyetje që pret përgjigje. Çdo misteri pas zgjidhur është një fushë e re për t'u eksploruar. Çdo boshllëk në njohuritë tona është një hapësirë ku mund të ndodhin zbulime që do të ndryshojnë gjithçka. Mendoni për këtë. Nëse ne do të dinim gjithçka, nëse nuk do të kishte më mistere për t'u zgjidhur, çfarë do të kishte mbetur? Çfarë do të bënim?
Si do t'jetonim? Misteret nuk janë pengesa për kuptimin. Ato janë motori i tij. Ato janë arsyeja pse ne vazhdojmë të kërkojmë, të eksplorojmë, të zbulojmë. Por le të flasim për diçka edhe më personale. Le të flasim për ju. Jo ju si një abstraksion, por ju si një individ që po dëgjon këto fjalë në këtë moment. Çfarë do të thotë për jetën tuaj fakti se 95% e universit është e padukshme? Ndoshta do të thotë këtë, se ka gjithmonë më shumë se sa duket. Kur shikoni një person, kur shikoni një situatë, kur shikoni jetën tuaj, ajo që shihni është vetëm sipërfaqja. Ka thellësi që nuk mund t'i shihni, ka kompleksitete që nuk mund t'i kuptoni, ka mistere që nuk mund t'i zgjidhni. Dhe kjo nuk është një arsye për të humbur shpresën. Kjo është një arsye për të mbajtur kurreshtjen. Ndoshta do të thotë këtë, se ignoranca nuk është turp. Të mos dish nuk është dobësi. Të pranosh se ka gjëra që nuk i kupton nuk është dështim. Është ndershmëri, është përulësi, është fillimi i zgjuarsisë së vërtet. Sepse vetëm kur pranon se nuk e di, mund të fillosh të mësosh. Ndoshta do të thotë këtë, se universi është shumë më i madh, shumë më i çuditshëm, shumë më i mahnitshëm se sa çdo gjë që mund t'imagjinosh. Dhe kjo nuk duhet të bëjë të ndihesh i vogël apo i parëndësishëm. Kjo duhet të bëjë të ndihesh i mrekulluar, sepse ti je pjesë e këtij universi. Ti je mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Ti je mënyra se si materia po mëson të mendoj, të ndjej, të pyes. Le të kthehemi te ajo imazh me të cilën filluam. Ju, duke lëvizur në përhapësirë me 220 km/s, të zhytur në një oqean të padukshëm. Tani, pas gjithçkaje që kemi eksploruar, a e shihni ndryshe këtë imazh? Unë shpresoj që po, sepse tani ju e dini se ai oqean i padukshëm nuk është thjesht një metaforë. Ai është real. Ai është atje. Ai ju rreton. Ai ju depërton. Ai ju mban. Dhe ja paradoksi i bukur. Edhe pse ju nuk mund ta shihni këtë oqean, edhe pse ju nuk mund ta prekni atë, edhe pse ju nuk mund ta matni atë drejt për drejt, ju jeni pjesë e tij. Ju ekzistoni për shkak të tij. Pa materien e errët, galaktikat nuk do të mund të formohen. Pa galaktikat, yjet nuk do të mund të lindin. Pa yjet, atomet që ju përbëjnë nuk do të mund të krijohen. Ju jeni një pasojë e drejt për drejt e këtij oqeani të padukshëm. Ju jeni mënyra se si ai shprehet, se si ai bëhet i dukshëm, se si ai bëhet i vetëdijshëm. Dhe kjo na sjell në pyetjen finale, pyetjen që shkenca nuk mund ta përgjigjet, por që çdo njeri duhet ta përballojë. Çfarë duhet të bëjmë me këtë njohuri? Si duhet të jetojmë në një univers ku 95% e gjithçkaje është mister? Ndoshta përgjigjja është kjo, me përrullsi dhe me mrekulli. Me përrullsi sepse ne jemi të vegjël, njohuritë tona janë të kufizuara, koha jon është e shkurtër. Ne jemi një çast i shkurtër në një histori që shtrihet për miliarda vjet në të kaluarën dhe do të vazhdojë për triliona vjet në të ardhmen. Ne jemi një ishull i vogël i vetëdijes në një oqean të materies së padukshme, por edhe me mrekulli, sepse edhe pse jemi të vegjël, ne mund të pyesim. Edhe pse jemi të kufizuar, ne mund të zbulojmë. Edhe pse jemi të përkohshëm, ne mund të krijojmë diçka që vazhdon përtej nesh. Njohuri, art, dashuri, kuptim. Ne jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Dhe kjo është një mrekulli që asnjë zbulim shkencor nuk mund ta zvogëlojë. Kujtoni se si filluam me një pyetje. Çfarë do të thotë të zbulosh se 95% e realitetit është e padukshme për ty? Tani, në fund të këtij udhëtimi, a kemi një përgjigje? Po dhe jo. Po, sepse ne e kuptojmë tani se kjo nuk është një dështim i perceptimit ton, por një zbulim për natyrën e realitetit. Jo, sepse kuptimi i plot i kësaj zbuljeje është diçka që çdo person duhet ta gjejë për veten e tij. Por le të ofrojmë një mundësi. Ndoshta do të thotë këtë, se realiteti është gjithmonë më i madh se sa mund të perceptojmë, se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, se çdo përgjigje që gjejmë hap dyert për pyetje të reja, se misteri nuk është një pengesë për kuptimin, por zemra e tij. Se të mos dish nuk është turp,
por fillimi i zgjuarsisë. Se të jesh i vogël në një univers të madh nuk të bën të parëndësishëm, por të bën pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme. Dhe ndoshta në fund do të thotë këtë, se pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet, sepse përgjigjet na japin njohuri, por pyetjet na japin kuptim. Përgjigjet na tregojnë se çfarë është, por pyetjet na tregojnë se çfarë mund të jetë. Përgjigjet na mbyllin dyert, por pyetjet i hapin ato. Pra, le të përfundojmë jo me një përgjigje, por me një pyetje. Jo me siguri, por me mrekulli. Jo me mbylljen e një misteri, por me hapjen e një tjetri. Në këtë moment, ndërsa po dëgjoni këto fjalë, ju jeni duke lëvizur në përhapësirë me 220 km në sekond. Ju jeni të zhytur në një oqean të padukshëm që përbën 95% të gjithçkaje që ekziston. Miliona grimca të materjes së errët po kalojnë nëpër trupin tuaj çdo sekond. Energjia e errët po shtyn hapësirën të zgjerohet duke larguar galaktikat nga njëra tjetra, duke formuar fatin e gjithçkaje që do të ekzistojë ndonjëherë. Dhe ju, një grumbull i vogël i atomeve që u krijuan në brendësi të yjeve të vdekur, një model i përkohshëm i kompleksitetit në një univers që po shkon drejt çrregullimit. Një çast i shkurtër i vetëdijes në një histori që shtrihet për miliarda vjet. Ju jeni duke pyetur. Ju jeni duke kërkuar. Ju jeni duke u mrekulluar. A është kjo mjaft? A është kjo kuptimi? A është kjo arsyeja pse ne ekzistojmë? Për të qenë pyetësit, kërkuesit, mrekulluesit në një univers që është 95% mister? Ndoshta jo. Ndoshta pyetja vet është përgjigja. Ndoshta fakti se ne mund të bëjmë këtë pyetje, fakti se ne mund të shikojmë lart në qiell dhe të pyesim çfarë është atje dhe pse jam unë këtu dhe çfarë do të thotë gjithë kjo, ndoshta kjo është gjëja më e mahniqme në univers. Sepse në fund, materia e errët dhe energjia e errët nuk janë vetëm mistere shkencore. Ato janë pasqyra që reflektojnë natyrën tonë. Ato na tregojnë se ne jetojmë në një univers që është shumë më i madh, shumë më i çuditshëm, shumë më i mahniqëm se sa mund të imagjinojmë. Ato na tregojnë se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Ato na tregojnë se pyetjet nuk mbarojnë kurrë. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e bukur që mund të themi për universin dhe për veten tonë. Se ka gjithmonë një mister tjetër. Gjithmonë një pyetje tjetër. Gjithmonë një arsye tjetër për të vazhduar kërkimin. Universi po ju thërret, po ju thot, unë jam më i madh se sa ju mund të shihni. Unë jam më i thellë se sa ju mund të kuptoni. Unë jam plot me mistere që do t'ju sfidojnë për sa kohë të ekzistoni. Dhe ju, me gjithë kufizimin tuaj, me gjithë ignorancën tuaj, me gjithë kohën tuaj të shkurtër, po përgjigjeni. Unë e di. Dhe unë do të vazhdoj të kërkoj me gjithatë, sepse kjo është ajo që më bën mua. Kjo është arsyeja pse unë jam këtu. Jo për të pasur të gjitha përgjigjet, por për të bërë pyetjet. Jo për të kuptuar gjithçka, por për të mos ndaluar kurrë së provuari. Dhe në këtë dialog, në këtë kërkim të pafund, në këtë refuzim për të dorëzuar përballë misterit, qëndron gjithë bukuria, gjithë dinjiteti, gjithë kuptimi i qenies njerëzore. 95% e universit është e padukshme, por ju jeni të dukshëm. Ju jeni këtu. Ju jeni duke pyetur. Ju jeni duke kërkuar. Ju jeni duke u mrekulluar. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mjaft.